Era e ftohtë e marsit fshfërinte përmes rrugëve të ngushtë të Bostonit, duke hedhur copa letra dhe mbeturina nëpër trotuaret e lagura. Sofia Rodriguez ecste me hapa të shpejt përmes zonës së vjetër industriale, duke mbajtur xhaketën e hollë pranë trupit. Këpucët e saj të konsumuar lëshonin një zë të lehtë çdo herë që prekte tokën e lagur, një tingull që ishte bërë shoqëruesi i saj i përditshëm në këtë qytet të ftohtë dhe të padhemshur. Ishte ora 5 e mëngjesit dhe qielli mbi Bostonin ishte ende i mbuluar me errësirën e natës. Por Sofia nuk ishte luks të flinte deri vonë. Puna e saj e parë fillonte në orën 6 dhe ajo duhet të ecte 30 minuta të plota për të arritur në restorantin e vogël meksikan, ku punonte si pastruese. Pas asaj, do të niste puna e dytë në ora 12 dhe më pas e treta në orën 5 pasdite. 3 punë, 7 ditë në javë, pa asnjë ditë pushimi. Stomaku i saj murmuriti me zë. Nuk kishte ngrënë asgjë që nga darka e djeshme, që kishte vetëm një pako makarona të lira dhe një domate e vogël. Paratë që fitonte, mezi ambulonin qirani dhomës së vogël që ndante me 2 emigrante të tjera, faturat dhe ndonjë ushqim minimal. Çdo cent llogaritet kur je në fundin e shkallëve ekonomike. Ndërsa kalonte pranë një furre të vogël që sapo po hapte dyert, aroma e bukës së pjekur freskët i goditi hundët. Stomaku i saj protestoi më fort. Sofia ndaloi për një moment, duke vështruar përmes xhamit të furrës ndriçimin e ngrohtë brenda, panelat plot me bukë të artë, briosha të freskëta dhe ëmbëlsira që dukeshin si ëndra për dikë si ajo. Ajo dinte se nuk mund të blinde asgjë për veten e saj. Paratë që kishte në xhep ishin të përllogaritura saktësisht për autobusin e javës së ardhshme dhe për një pako oriz. Por pastaj sytë e saj zu një figurë të ulur pranë hyrjes së furrës. Ishte një njeri i veshur me rroba të vjetra dhe të ndotura, i ulur në trotuarin e ftohtë me shpinën të mbështetur në murin e ndërtesës. Kapuçi i xhaketës së tij të grisur ishte tërhequr poshtë mbi fytyrën e tij, dhe duart e tij të zbuluara ishin të kuqe nga të ftohtit. Pranë tij ishte një karton i vjetër ku shkruhej me shkrim dore: "I uritur, çdo gjë ndihmon. Zoti ju bekoft." Sofia ndjeu një dhimbje në zemër. Ajo e njihte atë ndjenjë, atë urinë të thellë që të lë pa energji, që të bën të mendosh vetëm për vaktin tjetër. Kishte natë që ajo vetë shkonte në shtrat me stomak bosh, duke u përpjekur të flinte shpejt që të mos e ndjente urinë. Pa menduar 2 herë, Sofia hyri në furrë. Ngrohja e brendshme ishte si një përqafim dhe aroma ishte edhe më e fuqishme këtu. Një grua e moshuar me përparse të bardha qëndronte pas tezgës dhe i buzëqeshi. "Mirëmëngjesi, dashura," tha gruaja me një zë të butë. "Çfarë mund të sjell?" Sofia shikoi çmimet e shkruara me shkum në tabelën mbi tezgë. Çdo gjë ishte jashtë mundësive të saj. Por pastaj, sytë e saj zu një figurë të ulur pranë hyrjes së furrës. Ishte një njeri i veshur me rroba të vjetra dhe të ndotura, i ulur në trotuarin e ftohtë me shpinën të mbështetur në murin e ndërtesës. Kapuçi i xhaketës së tij të grisur ishte tërhequr poshtë mbi fytyrën e tij, dhe duart e tij të zbuluara ishin të kuqe nga të ftohtit. Pranë tij ishte një karton i vjetër ku shkruhej me shkrim dore: "I uritur, çdo gjë ndihmon. Zoti ju bekoft." Sofia ndjeu një dhimbje në zemër. Ajo e njihte atë ndjenjë, atë urinë të thellë që të lë pa energji, që të bën të mendosh vetëm për vaktin tjetër. Kishte natë që ajo vetë shkonte në shtrot me stomak bosh, duke u përpjekur të flinte shpejt që të mos e ndjente urinë. Gruaja e moshuar e vështroi për një moment, duke analizuar fytyrën e lodhur të vajzës së re dhe rrobat e vjetra. "Kemi disa bukë nga dita e djeshme që i shesim me gjysmë çmimi," tha ajo me një zë të butë. $2 për një bukë të plotë. Sofia numëroi sërish monedat. Kishte pikërisht $2.30. Nëse shpenzonte $2, do të mbetej me vetëm 30 cent. Por atë njeri të varfër atje jashtë duke se i duhej më shumë se asaj. "Do të marr një bukë," tha Sofia duke vendosur monedhat në tezgë. Gruaja e moshuar mori një bukë nga dita e mëparshme dhe mbështolli me letër. "Kjo është për ty, zemër?" pyeti ajo. "Jo," tha Sofia. "Është për atë njeri jashtë." Gruaja e moshuar ngriti kokën dhe shikoi nga dritarja. Fytyra e saj u zbut. "Ah, ai ka qenë atje që nga ora 4. Djali mirë."
Kam një zemër të butë për njerëzit që vuajnë. Sofia mori bukën dhe doli nga furra duke u kthyer në të ftotën e jashtme. Ju afrua njeriu dhe u përkul pranë tij. Zotri, tha ajo me një zë të butë. Kam marrë këtë për ju. Njeriu ngriti kokën ngadalë. Fytyra që u shfaq nën kapuç ishte e vjetruar nga mosha e vështirësitë e jetës, me mjekër prej disa ditësh dhe sy të thellë që duket se kishin parë shumë dhimbje. Por ato sy patë një shkëlqim befasie kur pan bukën. Për mua? Tha ai me një zë të përplasur. Po, tha Sofia duke ja dorëzuar paketën. Është e murot ende. Duart e njeriu dridheshin kur e mori bukën. Ai e shikoi për një çast si të mos besonte, pastaj syti u mbushën me lot. Zotit bekoft vajzëre, tha ai me zërin që i thyente. Nuk kam ngrënë prej 2 ditësh, Zotit bekoft. Sofia buzëqeshi, edhe pse zemra e saj ishte e rëndë, duke ditur se ajo vetë nuk ishte për të ngrënë deri në darkë. Kujdesuni për veten, tha ajo. Ndërsa Sofia po ngrihej për të vazhduar rrugën, dëgjoi një zë nga mbrapa saj. Pritni. Ajo u kthye dhe pa një njeri tjetër që po e afrohej. Ky njeri ishte krejtësisht i ndryshëm nga i pari. Ishte i veshur me një pallto të zezë të shtrenjtë, këpucë lëkure që shkëlqenin edhe në errësirën e mëngjesit, dhe mbante një çantë lëkure në dorë. Fytyra e tij ishte harruar por dinjitos, me flok gri në tëmthe dhe sy blu që të shikonin me një intensitet të pazakontë. Po ajo që e shqetësoi Sofian ishte fakti se ai dukej plotësisht i papritur në atë lagje. Palltoja e tij e pastër dhe qëndrimi i tij elegant nuk përshtatej fare me rrugët e papastërta dhe ndërtesat e vjetra industriale përreth tyre. Po, tha Sofia me marrëzi. Mund t'ju ndihmoj me diçka? Njeriu e shikoi me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Një përzierje e respekti dhe diçkaje më të thellë. Sapo pash atë që bëre, tha ai, i dhe bukën atij njeriu. Sofia u kuqe pak. Po. Dhe vura re se ti vet nuk duket se je në kushte më të mira, tha njeriu, duke e vështruar rrobat e saj të vjetra dhe fytyrën e lodhur. Pse e bëre? Sofia u ngrit më drejt, duke ndier një përçmim të lehtë. Nuk i pëlqente të gjykohej nga të huajt, sidomos nga dikush që dukej aq i pasur sa ky njeri. Sepse ai kishte nevojë, tha ajo thjesht. Tani, nëse më falni, duhet shkoj në punë. Prit, tha njeriu përsëri, këtë herë duke e zgjatur dorën. Më fal për të qenë i pazakont. Emri im është John Williams. Sofia nuk e mori dorën e tij. Sofia, tha ajo shkurt. Tani me të vërtet duhet shkoj. Por John nuk po lëvizte. Sofia, ajo që bëre sapo ishte diçka e rrallë, tha ai. Në këtë botë, njerëzit kalojnë pranë vuajtjes së të tjerëve çdo ditë pa u ndalur. Por ti, që duket se je në vështirësi vet, ndale dhe nga pak që kishe. Çfarë doni nga unë? Pyeti Sofia duke filluar të ndihet e pakëndshme. Nëse është për para, nuk kam asgjë. John tundi kokën. Jo, nuk dua asgjë. Në fakt, dua të them diçka. Ai nxori nga xhepi i mbrëmshëm i palltos së tij një kartë vizitë dhe ja dha asaj. Jam pronar i disa bizneseve këtu në Boston. Nëse ndonjëherë ke nevojë për punë ose për ndonjë lloj ndihme, më telefono. Sofia mori kartë vizitën dhe e shikoi shpejt. Shkruaj John Williams, president dhe CEO Williams Enterprises Inc. Kishte një adresë në qendër të Bostonit dhe një numër telefoni. Williams Enterprises, përsëriti Sofia. Emri tingëllonte një farë i njohur, por nuk mundej ta vendoste se nga. Po, tha John, dhe flas seriozisht. Nëse ke nevojë për diçka, çfarëdo qoftë, më telefono. Sofia nuk e dinte se çfarë të mendonte. Kjo gjithë situata ishte e çuditshme. Pse një njeri kaq i pasur do t'interesohej për te? Ajo i hodhi një vështrim orës së saj të lirë. Ishte vonë. Faleminderit, tha ajo shpejt, duke e futur kartë vizitën në xhep. Por tani me të vërtet duhet shkoj. Dhe me këto fjalë, ajo u largua duke vrapuar, duke e lënë John Williams të qëndronte atje në errësirën e mëngjesit, duke e shikuar që largohet. Dita e Sofias kaloi siç kalonin të gjitha ditët e saj të tjera, në një turbull të lodhshëm pune, pakëndësie dhe lodhje që dëpërtonte deri në palc. Puna e saj e parë në restorantin meksikan përfshinte pastrimin e kuzhinës pas turnit të natës, larjen e pjatave që ishin grumbulluar gjatë natës dhe përgatitjen e hapësirës për ekipin e mëngjesit. Menaxheri, një njeri shëndosh me emrin Miguel, ishte gjithmonë i ashpër me të.
Më shpejt, Sofia, bërtista ai. Nuk të paguaj për të ndëruar. Ato pjatat nuk lehen vet. Sofia punonte pa u ankuar, duke mbajtur kokën ulët dhe duart në lëvizje të vazhdueshme. Kishte mësuar se ankimi vetëm sjell më shumë probleme. Miguel nuk kishte mëshirë për punëtorët e tij dhe Sofia e dinte se ai do ta zëvendësonte atë në një çast nëse ajo bëi problem. Në orën 10:30, ajo mbaroi turnin e saj dhe u nis me vrap drejt punës së saj të dytë në një magazin rrobash në qendrën tregtare. Këtu, ajo punonte si asistente shitjeje, duke ndihmuar klientët, duke rregulluar raftet dhe duke pastruar dhomën e provës. Menaxherja këtu, një grua e re me emrin Ashley, ishte pak më e mirë se Miguel, por jo shumë. Sofia, këto bluze duhet të jenë të palosura në mënyrë perfekte, tha Ashley, duke i hedhur një pamje kritike rrobave që Sofia kishte rregulluar. Shikuesit vlerësojnë detajet. Bëje përsëri. Stomaku i Sofias po i rënkonte me zë tani. Ishte ora e drekës, por ajo nuk kishte para për të bler asgjë nga obori i ushqimit në qendrën tregtare. Në vend të kësaj, ajo piu ujë nga çezma në tualetin e stafit dhe u përpoq të injoroj urinë. Puna e saj e tretë filloi në orën 5 pasdite dhe zgjati deri në orën 10 në darkë. Ishte në një kompani pastrimesh që dërgonte atë në ndërtesa të ndryshme të zyrave për t'i pastruar ato pas orës së punës. Ky ishte turni më i vështirë, sepse përfshinte punë të rëndë fizike. Pastrimin e dyshemeve, zbrazjen e shpornave të mbeturinave, pastrimin e tualeteve dhe fshirjen e sipërfaqeve. Por ishte edhe turni më i mirë në një farë mënyre, sepse ajo ishte vetëm. Nuk kishte sherim apo menaxher që vëzhgonin çdo lëvizjen e saj. Ajo mund të punonte me ritmin e saj dhe të mendonte për gjëra të tjera ndërsa duart e saj kryenin punë mekanike. Atë mbrëmje, ndërsa pastronte një zyrë në katin e 12 të një ndërtese të lartë biznesi, Sofia qëndroi pranë dritares për një moment dhe shikoi qytetin e ndricuar poshtë. Dritat e Bostonit shtriheshin në të gjitha drejtimet si një qylim i madh ylbëresh. Diku atje poshtë, njerëzit po hanin në restorante të shtrenjta, po shikonin filma, po kënaqeshin me jetët e tyre. Ajo nuk ishte të drejta ankohej, e dinte këtë. Kishte njerëz që ishin në kondicione shumë më të këqija se ajo. Por ndonjëherë, në momente si ky, ajo nuk mund të mos mendonte se si do t'i ishte të kishte një jetë normale. Të mos punonte 3 punë, të kishte para për një vakt të ngrohtë, të mund të shkonte në një kinema ose të blinte një libër. Të kishte kohë për të ndjekur ëndrat e saj. Sofia kishte ardhur në Boston 4 vjet më parë me një ëndër. Ajo donte të bëhej infermiere. Kishte punuar shumë në shkollë në vendin e saj lindor, Meksik, dhe kishte fituar nota të shkëlqyera. Por jeta nuk shkonte gjithmonë sipas planit. Familja e saj ishte aq e varfër sa nuk mund ta mbështesnin financiarisht, dhe pasi vdiq nëna e saj nga sëmundja, Sofia vendosi të emigronte në Shtetet e Bashkuara për të gjetur një jetë më të mirë, por Amerika nuk ishte vendi i mundësive që ajo kishte imagjinuar. Pa dokumenta të rregullt, pa para dhe pa lidhje, ajo kishte përfunduar në fund të shkallëve ekonomike, duke punuar punë që amerikanët nuk donin t'i bënin, duke jetuar në kushte që pas nuk i kishte imagjinuar. Shpresa për të studiuar infermierin duke i tanisi një ëndër e largët dhe e parealizueshme. Shkolla kushton para, shumë para, dhe ajo mezia dilte të mbijetonte. Si mund të kursente mjaftueshëm për të paguar shkollën? Por Sofia nuk ishte nga ato që dorëzoheshin lehtë. Çdo mbrëmje, kur arrinte në dhomën e saj të vogël rreth orës 11, ajo nxirrte librat e vjetër të infermierisë që i kishte sjell nga Meksika dhe studionte për 1 orë para se të flinte. Edhe nëse nuk mund shkonte në shkollë tani, ajo do të ishte e përgatitur kur mundësia vinte. Nëse mundësia vinte ndonjëherë. Atë natë, kur Sofia arriti në shtëpi, të 2 shokët e saj të dhomës ishin ende zgjuar. Maria, një grua në të 50-tat që punonte si pastruese në një hotel, ishte ulur në krevatin e saj duke qepur një këmish. Carmen, një vajzë e re pak më e madhe se Sofia që punonte në një fabrikë konfeksioni, ishte duke fërkuar dollapet e vjetër që kishin në këndin e dhomës. Si shkoi dita? Pyeti Maria kur Sofia hyri. Normale, tha Sofia, duke hedhur çantën e saj të vogël në kënd. Ju? E njëjtë, tha Maria, por kam lajme të mira. Djali im në El Salvador u pranua në universitet. Fytyra e Sofias u ndriçua. Maria, kjo është e mahnitshme. Duhet të jesh kaq krenare. Jam, tha Maria, por shqetësimi ishte i dukshëm në zërin e saj. Por tani duhet të gjej mënyrën për ta paguar. Tashmë po i dërgoj çdo gjë që mund, por universiteti është i shtrenjtë. Sofia ul në krevatin e saj.
duke ndjerë peshën e kuptimit. Të gjithë në atë dhomë punonin aq shumë, jo për veten e tyre, por për të tjerët. Maria për djalin e saj, Carmen për motrën e saj të sëmurë në Meksik, Sofia për të realizuar ëndrat që nëna e saj kishte për të. Do ta gjejmë shmënyrën, tha Sofia. Je gruaja më e fortë që njoh. Maria buzëqeshi me trishtim. Faleminderit zemër, por ndonjëherë kërkon më shumë se forcë. Atë natë, ndërsa Sofia shkonte në shtrat, ajo kujtoi takimin e çuditshëm të mëngjesit. Njeriu ai, John Williams, me pallton e tij të shtrenjtë dhe sytë e tij që shiheshin se kishin parë jetën. Pse kishte qenë kaq i interesuar për veprën e saj të vogël të mirësisë? Ajo nxori kat vizitën nga xhepi i xhaketës së saj dhe e shikoi në dritën e dobët të llampës së dhomës. Williams, Enterprises, Inc. Çfarë lloj biznesi ishte? Dhe pse një njeri kaq i suksesshëm do të jepte broshurën e tij për një vajzë të varfër si ajo? Me siguri ishte thjesht një gest i mirë, mendoi Sofia. Një mënyrë për të thënë faleminderit për atë që kishte bërë. Ajo nuk priste vërtet që ai të ndihmonte. Njerëzit e pasur thonin gjëra të tilla gjithkohën, por fjalët ishin të lira, veprimet ishin ato që numëronin. Ajo e vendosi kat vizitën në sirtar dhe shuani dritën. Nesër do të ishte një ditë tjetër e gjatë dhe ajo kishte nevojë për çdo minutë gjumi që mund të merrte. Por ndërsa ajo fillonte të binte në gjumë, një pjesë e vogël e saj nuk mund ta largonte nga mendja fytyra e John Williams dhe mënyra se si ai e kishte shikuar atë sikur ajo kishte bërë diçka të jashtëzakonshme, kur në fakt kishte bërë vetëm atë që çdo njeri i mirë do të bënte. Java që pasoi ishte veçanërisht e vështirë për Sofian. E hëna filloi me një thirrje nga Miguel, menaxheri i restorantit, që i tha se duhet të punonte edhe turn e shtesë sepse një nga punonjësit e tjera ishte sëmurë. Kjo do të thotë më pak gjumë dhe më pak pushim, por Sofia nuk mund të refuzonte. Çdo dollar shtesë ishte i rëndësishëm. E Marta solli një problem më të madh. Ndërsa Sofia po pastronte një tualet në zyrën ku punonte mbrëmjet, ajo rrëshqiti në dysheme në lagur dhe ra rënd në krah. Dhimbja ishte e menjëhershme dhe intense, duke përhapet nga kyçi i saj gjerë në supë. Ajo e dinte që duhet të shkonte te mjeku, por nuk kishte siguracion shëndetësor. Një vizitë e urgjenca do të kushtonte $100 që ajo thjesht nuk e kishte. Në vend të kësaj, ajo lidhi kyçin me një fashë që gjeti në një farmaci dhe vazhdoi të punonte, duke injoruar dhimbjen sa më shumë që mundej. E mërkura solli lajme edhe më të këqija. Kur Sofia arriti në shtëpi në orën 11 e natës, ajo gjeti Marian dhe Carmenin të ulura në krevatet e tyre me fytyra të shqetësuara. "Çfarë ndodhi?" pyeti Sofia duke ndjer zemrën që i rrahte më fort. "Pronari erdhi sot," tha Maria me zë të ulët. "Tha që po rrit qiran me $150 në muaj duke filluar nga muaji i ardhshëm." Sofia ndjeu sikur dyshemea po largohej poshtë saj. $150. Kjo do thoshi $50 më shumë për secilën nga to. $50 që ajo thjesht nuk i kishte. "Por pse?" pyeti ajo. "Kjo dhomë është e tmerrshme. Nuk ka ngrohje të mjaftueshme, dyshemea rënkon, çezma rrjedh." Carmen tundi kokën me pikëllim. Tha se zona po përmirësohet, ka ndërdesa të reja që po ngrihen në afërsi dhe ai di se mund të marrë më shumë para. "Por ne mezi e paguajmë qiranet tanishme," tha Sofia duke ndier paniku që po e mbërthente. "Si do ta paguaj më shumë?" Askush nuk ishte përgjigje. 3 gra të ulura në dhomën e tyre të vogël, të gjitha duke punuar sa më shumë që mund të punonin dhe ende nuk ishte e mjaftueshme. "Mund të kërkojmë për një vend tjetër," sugjeroi Carmen, për zëri i saj nuk ishte i bindur. "Çdo gjë tjetër në këtë zonë kushton edhe më shumë," tha Maria, "dhe nëse shkojmë më larg do të na duhet të paguajmë më shumë për transport." Sofia u ul në krevatin e saj duke mbajtur kokën në duar. Si kishte arritur jeta të bëhej kaq e vështirë? Ajo punonte nga agimi deri në mëngjes, nuk shpenzonte para për asgjë përveç nevojave absolute dhe ende nuk ishte e mjaftueshme. "Do të gjejmë një mënyrë," tha ajo më në fund, edhe pse nuk e besonte vërtet. "Gjithmonë kemi gjetur një mënyrë." Por atë natë, ndërsa u shtri në shtrat, Sofia nuk mund flinte. Dhimbja në krahun e saj po pulsonte, stomaku i saj po i rënkonte nga uria, kishte ngrënë vetëm një pako noodles gjithë ditën dhe mendja e saj po rrotullohej me shqetësime për qiran, për punën, për të ardhmen.
A ju kujtoi përsëri atë mëngjes një javë më parë kur kishte bler bukën për atë njeriu në varfër. Në atë moment, a ju kishte ndjerë diçka të mirë, një ndjenjë se kishte bërë dallim, sa do të vogël. Por tani, në errësirën e natës, me problemet që po e mbysnin, a ju u pyet nëse ajo vepër kishte qenë e mençur. Ato $2 mund t'i kishin shërbyer për diçka tjetër, mund t'i kishte kursyer për një rast urgjence si ky. Jo, mendoi ajo duke tundur kokën në errësirë. Ajo nuk do të mendonte kështu. Njerëzimi vlen më shumë se parat. Nëse ajo do të humbisni mirësinë e saj në këtë botë të vështirë, atëherë çfarë do të mbetej prej saj? 2 ditë më vonë, të enjte, Sofia u zgjua me një temperaturë të lartë. Trupi i saj dridhej me të ftohtën, edhe pse dhoma ishte e nxehtë nga ngrohtësia e verës që po afroi. Koka e saj po i rrahte me dhimbje dhe gryka e saj ishte kaq e dhëmshme sa mezi mund gëlltiste. Maria e preku ballin e saj dhe tundi kokën me shqetësim. Sofia, je shumë e nxehtë, duhet qëndrosh në shtëpi sot. Nuk mund, tha Sofia duke u përpjekur të ngrihej nga krevati. Kam punë, nëse nuk shfaqem, Miguel do të më zëvendësoj. Por je smur, insistoi Maria. Trupi yt ka nevojë për pushim. Sofia ul në skajin e krevatit, duke ndjerë dhomën që rrotullohej rreth saj. Ajo e dinte se Maria kishte të drejtë, por ajo gjithashtu e dinte se nëse nuk shkonte në punë, do të humbaste paratë e nevojshme për qiran. Nuk do ta kishte asgjë që ajo bonte përveç shtëpisë. Paratë asaj dite. Dhe me rritjen e qiras që po vinte, ajo nuk mund të humbas asnjë ditë pagese. Do të jem mirë, tha ajo, duke u ngritur me vështirësi. Është vetëm një ftohje. Por kur ajo arriti në restorant, trupi i saj po i tradhtonte. Duart e saj dridhen aq shumë sa mezi mund të mbante pjatat. Kokë e saj po i rëndonte aq sa ndihej sikur do të binte. Dhe pastaj, në mes të turnit, ndërsa po mbarte një tigan të madh të nxehtë, këmbët e saj u dobëzuan. Tigani i ra nga duart e saj, duke u përplasur në dysheme me një zhurmë të tmerrshme. Vaj nxehtë u përhap kuto dhe për fat mirë nuk e goditi askënd. Por dëmi ishte bërë. Miguel erdhi duke vrapuar nga zyra e tij, fytyra e tij e kuqe nga zemërimi. "Çfarë ke bërë?" u lëriti ai. "A i di sa kushton kjo? A i di çfarë rrëmuje ke bërë?" "Më fal," tha Sofia, zëri i saj i dobët. "Nuk e desha. Nuk më intereson," tha Miguel. "Gjithmonë je me probleme. Herën e fundit ardhe vonë, para 2 javësh theve një pjatë dhe tani kjo. Mjaft." Sofia ndjeu një frikë të ftohtë që kaploi. "Ju lutem zotëri, nuk do të ndodh përsëri." "Ke të drejtë që nuk do të ndodh përsëri," tha Miguel duke pishkëlluar me gisht. "Sepse je e shkarkuar. Largohu nga këtu tani." Dhoma rrotullua rreth Sofias. Por kam nevojë për këtë punë," tha ajo, duke ndjerë lot që po i vinin në sy. "Ju lutem, më jepni një mundësi tjetër." "Jashtë," tha Miguel. "Tani përpara se të thras policin." Sofia e dinte se nuk kishte kuptim të argumentonte. Me këmbë që mezi e mbanin, ajo mblodhi çantën e saj të vogël dhe doli nga restoranti. Në momentin që drita e diellit e goditi, gjunjët e saj u dobësuan plotësisht dhe ajo u rrëzua në trotuarin e nxehtë. Njerëzit kaluan pranë saj, disa duke hedhur vështrime kureshtar, por askush nuk u ndal. Në një qytet të madh, njerëzit kanë parë gjithçka, dhe një vajzë e rrëzuar në trotuar nuk ishte diçka e pazakontë. Sofia dinte se duhej të ngrihej, se duhej të shkonte në punët e saj të tjera, por trupi i saj thjesht nuk i përgjigjej. Temperaturi i lartë e kishte raskapytur plotësisht. Ajo mbështeti kokën në murin e ftohtë të ndërtesës dhe mbylli syt duke u përpjekur të merrte frymë. Ishte John Williams. "Zoti i madh," tha ai, duke u përkul pranë saj me shqetësim në fytyrë. "Çfarë ka mbotur? Je në rregull?" "Unë humba punën time," tha Sofia, zëri i saj i thyer, "dhe jam e smur dhe gjithçka po shkon keq." Dhe pastaj, për herë të parë që nga vdekja e nënës së saj, Sofia filloi të qante pa fre. Të gjitha stresin, frikën, lodhjen dhe dëshpërimin që kishte mbajtur brenda për vite, dole në një përmbytje të lodhve. John nuk foli për një çast. Pastaj, me lëvizje të ngadalta dhe të kujdesshme, ai e ndihmoi atë të ngrihej. "Hajde," tha i butësisht, "nuk mund të qëndrosh këtu. Do të çoj te mjeku." "Nuk kam para për mjek," tha Sofia, duke e fshirë fytyrën. "Nuk të kërkova të paguash," tha John.
Tani, hajde, makina ime është këtu afër. Sofia ishte shumë e dobët për të argumentuar. Ajo e la Johnin ta udhëzonte drejt një makine të zezë të madhe që ishte parkuar afër. Ai hapi derën e pasme dhe ndihmoi atë të hipte brenda, pastaj u ul në sedilen e shoferit. Ndërsa makina lëvizte përmes rrugëve të qytetit, Sofia mbështeti kokën në dritaren e ftohtë. "Pse po më ndihmoni?" pyeti ajo. John e shikoi nga pasqyra e pasme. "Sepse ti më ke ndihmuar, ose më mirë thënë, ti ndihmore dikë që kishte nevojë kur ti vetë kishte nevojë. Kjo tregon karakterin që ti ke, Sofia, dhe unë nuk mund të shoh një person si ti duke vuajtur kur mund të bëj diçka për të." "Por ju nuk më njihni," tha Sofia. "Mund të mos të njoh historinë tënde, por njoh llojin e personit që je. Dhe këto kohë, persona si ti janë të rrallë." Ata arritën në një klinik private në një pjesë të bukur të qytetit. Sofia kishte kaluar përmes kësaj zone para, por kur nuk ishte hyrë në asnjë nga ndërtesat e shkëlqyera që rrethoheshin nga kopshte të mirëmbajtura dhe makina të shtrenjta. John e ndihmoi atë të hynte në klinik dhe foli me recepcionisten. "Kjo paciente ka nevojë për trajtim të menjëhershëm," tha ai. "Të gjitha shpenzimet do t'i paguaj unë." Recepcionistja, një grua e re me buzëqeshje profesionale, e shikoi Sofia nga kokat e këmbët, duke vërejtur dukshëm rrobat e saj të vjetra dhe pamjen e saj të lodhur. Por kur Johni dha kartën e kreditit të tij, ajo u buzëqesh më gjerësisht. "Sigurisht, zoti Williams, do ta çojmë menjëherë te doktori." Doktori, një grua e mesme me një mënyrë të butë por profesionale, e ekzaminoi Sofian me kujdes. Ajo mori temperaturën e saj, i kontrolloi grykën, dëgjoi mushkëritë dhe bëri disa teste të shpejta. "Ke një infeksion të fortë në gryk dhe temperatura është 39.5 gradë," tha doktoria. "Gjithashtu shoh që ke një kyç të dëmtuar që nuk është trajtuar siç duhet. Sa kohë ke pasur këto simptoma?" "Disa ditë," tha Sofia me zë të dobët. Doktoria shikoi me një shprehje që ishte përzierje e shqetësimit dhe pakënaqësisë së lehtë. "Sofia, nëse kjo do të ishte lënë pa trajtim, mund të zhvillohej në diçka shumë më serioze. Pse nuk erdhe më herët?" Sofia nuk dinte se si ta shpjegonte realitetin e saj, pa tingëlluar si që po kërkonte mëshirë. "Kam qenë zënë me punë," tha ajo thjesht. Doktoria tundi kokën. "E kuptoj që jeta është e zënë, por shëndetja vjen e para. Do të t'jap antibiotik për infeksionin dhe do të t'jap edhe disa ilaçe për dhimbje. Gjithashtu do të t'lidh kyçin siç duhet. Ke nevojë për pushim, të paktën 3 ditë, derisa antibiotikët të fillojnë të veprojnë." 3 ditë pushim. Fjalët tingëlluan si një dënim për Sofian. 3 ditë pa punuar do të thonin 3 ditë pa të ardhura. Si do t'ja dilte? Por kur ajo doli nga dhoma e ekzaminimit, John ishte duke pritur në dhomën e pritjes. Ai u ngrit me një herë kur e pate. "Si je?" pyeti ai. "Mjekja tha se kam nevojë për pushim," tha Sofia duke përshkruar diagnozën. Johni tundi kokën. "Atëherë do të pushosh. Tani, eja do të çojë në shtëpi." Ndërsa udhëtonin përsëri përmes qytetit, Sofia ndjente një përzgjerje të çuditshme emocionesh. Falënderim për ndihmën e Johnit, por edhe turp që ai po e shihte se sa e varfër ishte. Kur ata arritën në lagjen e saj, ajo e pa atë duke shikuar ndërtesat e vjetra të thërmuara me sy që nuk mund të fshehnin habin. "Jetoj këtu," tha Sofia duke treguar ndërtesën e saj. Johnny parkoi makinën dhe e shikoi. "Kjo është ku jetoni?" pyeti ai dhe kishte një tonalitet në zërin e tij që Sofia nuk mund ta identifikonte. Befasi? Shqetësim? "Po," tha ajo duke u ndjerë mbrojtëse, "nuk është pallat, por është çka mund të përballojmë." "Nuk po të gjykoj," tha Johnny shpejt. "Thjesht jam i shqetësuar. Kjo ndërtesë nuk duket shumë e sigurt. Është e gjitha çka kemi." John heshti për një moment, pastaj foli përsëri. "Sofia, dua të them diçka dhe dua që ti ta mendosh seriozisht." Sofia e ktheu kokën për ta parë. "Kam një kompani që punson qindra njerëz," vazhdoi John. "Kam pozicione të ndryshme dhe një nga ato mund të ishte perfekte për ty. Pagesa do të ishte shumë më e mirë se ajo që po merr tani. Do të kishe siguracion shëndetësor dhe do të punoje vetëm 8 orë në ditë, 5 ditë në javë." Sofia e shikoi me një përzierje mosbesimi dhe shprese. "Pse do të më jepni një punë si kjo?" pyeti ajo. "Nuk e njeh as arsimimin tim, as aftësitë e mia, as asgjë për mua.
Njoh karakterin tënd, tha John, dhe kjo është më e rëndësishmja. Mund t'i mësosh aftësi teknike, por nuk mund të mësosh ndershmërinë, përkushtimin dhe dashamirësinë që ti ke treguar. Këta janë cilësitë që bëjnë një punëtor të shkëlqyer. Po, çfarë lloj pune do të ishte? Pyeti Sofia duke u përpjekur të mos shpresonte shumë. Fillimisht, mund të punosh në departamentin e shërbimit ndaj klientit. Do të ndihmosh klientët me pyetjet e tyre, do të zgjidhësh probleme, do të koordinosh me departamente të tjera. Mund të duket thjesht, por është një rol i rëndësishëm, dhe nëse tregon aftësi, do të ketë mundësi për rritje. Sofia ndjeu zemrin që i raste shumë. Kjo tingëllonte tepër e mirë për të qenë e vërtet. Unë nuk e di çfarë të them, tha ajo. Thuaj po, tha John me buzëqeshje. Hajte në zyrën time të hënën. Do të prezantoj me menaxherin e burimeve njerëzore dhe ata do të gjejnë diçka të përshtatshme. Dhe deri atëherë, pushoje dhe merr këtë. Ai nxori nga xhepi një zarf dhe ia dha asaj. Sofia e hapi me kujdes dhe gjesa brenda ishte një grumbull faturash. Ajo i numërua shpejt. Kishte $500. Nuk mund ta marr këtë, tha ajo duke ja kthyer zarfin. Po, mund, tha me vendosmëri John. Konsideroje si një paradhënie të pagës tënde. Ti ke humbur punën tënde sot për shkak të smundjes dhe duhet sigurohem që ti dhe shokët e dhomës tuaj të mos keni probleme me qiran këtë muaj. Si e dini për qiran? Pyeti Sofia me befasi. John buzëqeshi. Ti i fole për të kur ishe e smur jashtë restorantit. E përmende që pronari po e rrit qiran dhe se nuk dije si do ta paguaje. Sofia ndjeu zemrën që i rrahte përsëri, por këtë herë nuk ishin lot dëshpërimi. Ishin lot lehtësimi dhe mirënjohjes pa shprehur. Zotri Williams, filloi ajo. John, e korrigjoi ai. Më thëri thjesht John. John, tha Sofia. Pse po bën gjithë këtë për mua? Unë jam askush. Jam vetëm një emigrante e varfër që ndaloja atje, tha John, zëri i tij i butë por i vendosur. Nuk je askush. Je dikush që tregoj mirësi kur ti vetë kishe nevojë. Je dikush që punon 3 punë për të mbijetuar. Je dikush që ka ëndrrën dhe përkushtimin për të studiuar edhe pas ditëve të gjata pune. Po, e di për librat e infermierisë në dhomën tënde. I pash kur po ndihmoja të hipe në makinë dhe çanta jote u hap. Sofia kujtoi tani se çanta e saj kishte rënë kur John po e ndihmonte dhe njëri nga librat kishte dalë jashtë. Je dikush që meriton një mundësi, vazhdoi John. Dhe unë jam në pozitën për të dhënë atë mundësi. Pse nuk do ta bëja? Sofia nuk dinte çfarë të thoshte. Kjo gjithë situata ishte kaq e papritur, kaq jashtë çdo gjëje që ajo kishte përjetuar ndonjëherë. Njerëzit e pasur nuk ndihmonin njerëz si ajo. Ata kalonin pranë, shpangeshin nga sytë e saj dhe vazhdonin me jetët e tyre të privilegjuara. Por John Williams nuk ishte si ato njerëz. Ai ishte diçka e ndryshme, diçka që Sofia nuk e kishte hasur më parë. E pramoj, tha ajo më në fund, zëri i saj i qëndrueshëm pavarësisht emocioneve që po e përmbynin. Do të vi të hënën dhe ju faleminderit, nga thellësia e zemrës sime, nuk mund ta shpreh sa shumë kjo do të thotë për mua. John buzëqeshi, një buzëqeshje ngrohtë që arritet te sytë e tij. Nuk ka nevojë të falenderosh. Thjesht premto që do të jesh personi i ndershëm dhe i përkushtuar që e di që je. Pjesa tjetër do të vi natyrshëm. Ai e priti derisa Sofia zbriti nga makina dhe hyri në ndërtesë, pastaj u largua. Sofia u ngjit shkallët e lukundura drejt dhomës së saj në katin e tretë, duke mbajtur zarfin fort në dorë. Kur hapi derën, Maria dhe Carmen ishin të dy atje, dhe fytyrat e tyre u bën të shqetësuara kur e pan. Sofia, ku ke qenë? Miguel na thirrti dhe tha që të kish shkarkuar. Ishim të shqetësuara të vdekura, tha Maria duke vrapuar drejt saj. Ishte dita më e çuditshme e jetës sime, tha Sofia, dhe pastaj u ul dhe u tregoi gjithçka që kishte ndodhur. Kur ajo mbaroi, të dyja Maria dhe Carmen ishin duke qarë. Zoti ka dërguar një ëngjël, tha Maria, duke e përqafuar Sofian fort. Ky John Williams duhet jetë dërguar nga qielli. Është shumë më mirë, tha Carmen. Është human. Dhe në këtë botë të ashpër, humanizmi është më i rrallë se çdo gjë tjetër. Atë natë, për herë të parë që prej shumë kohësh, Sofia shkoi në shtrat me një ndjenjë shprehse në zemër. Jeta ishte ende e vështirë dhe shumë gjëra mund të shkonin keq. Por tani, kishte një dritë në fund të tunelit. Një mundësi për diçka më mirë. Ndërsa ajo binte në gjumë, ajo ndërroi për të ardhmen.
Ëndërroi për një ditë kur ajo nuk do të duhej të shqetësoj për të paguar qiran, kur ajo mund të hynte në shkollë për infermieri, kur ajo mund t'i ndihmonte të tjerëve, ashtu siç John Williams e kishte ndihmuar atë. Dhe në atë ëndër, ajo pa veten duke ecur me uniformë të bardhë infermiereje, duke shërbyer pacient me të njëjtën kujdes e dashuri që nëna e saj i kishte mësuar. Të hënën në mëngjes, Sofia u zgjua përpara lindjes së diellit sikurse zakonisht, por këtë herë me një ndjenjë krejtësisht të ndryshme. Nuk ishte lodhja e zakonshme që e mbizotëronte, por një përzierje nervozizmi dhe emocionimi. Sot do të ishte dita e parë e jetës së saj të re. Ajo kishte kaluar fundjavën duke pushuar, ashtu siç doktoria kishte urdhëruar, dhe ndihej shumë më mirë. Temperatura kishte zbritur. Gryka e saj më nuk e dhemte aq shumë, dhe kyçi i saj ishte i lidhur siç duhet. Maria kishte insistuar që të ushqente Sofian mirë gjatë këtyre ditëve, duke përdorur pjesë nga paratë që John kishte dhënë për të blerë ushqim të shëndetshëm. Duhet të dukesh e fortë dhe e shëndosh kur shkon në punën tënde të re, kishte thënë Maria. Përshtypja e parë është shumë e rëndësishme. Tani, ndërsa Sofia qëndronte para pasqyrës së vogël të thyer në dhomën e tyre, ajo u përpoq të dukej sa më profesionale. Kishte vetëm një set rrobash të mira, një këmishë të bardhë që Carmen ja kishte dhuruar vitin e kaluar dhe një pantallona të zeza që ajo kishte bler nga një dyqan i përdorur. Nuk ishin perfekte, por ishin të pastra dhe të hekurosura me kujdes. Duket e bukur, tha Carmen, duke qëndruar pas saj. Ata du t'jenë me fat që të kanë ty. Sofia buzëqeshi, por nervozizmi ende ishte atje. Po sikur të mos jemi mjaftueshme mirë, pyeti ajo. Po sikur të John të ketë bërë një gabim. Unë nuk kam përvojë në punë zyre. Nuk di as si të përdor shumë programet kompjuterike. Ndaloje, tha Maria me vendosmëri, duke e kthyer Sofian nga pasqyra që ta shikonte në sy. Ti je vajza më e zgjuar që njoh. Ke mësuar anglisht krejtësisht vet. Ke studiuar infermieri me libra të vjetër pa asnjë mësues. Nëse ka dikush që mund të mësoj çfarë do lloj gjëje, je ti. Sofia mori një frymë të thellë dhe tundi kokën. Ke të drejtë. Mund ta bëj këtë. Pikërisht, tha Maria me një buzëqeshje. Tani, shko dhe bëje krenar të gjithë ne. Zyra e Williams Enterprises ndodhi në një nga ndërtesat më të larta në qendër të Bostonit. Ndërsa Sofia qëndronte para hyrjes, duke parë lart drejt kullit që humte në qiellin blu, Ndjeu një goditje frike. Kjo ndërtesë përfaqësonte një botë që ishte tërësisht e huaj për të, bota e biznesit, e parave, e fuqisë. Por ajo kujtoi fjalët e Marias. Ajo kishte mbjetuar gjëra më të vështira se sa një ditë e parë pune. Ajo mund ta bënte këtë. Recepcioni ishte madhështor, një hapësirë e gjerë me dysheme mermeri, mure xhami dhe mobilje bashkëkohore që dukeshin se kushtonin më shumë se qiraja e saj për një vit. Recepcionistja, një grua e re me buzëqeshje të përsosur, e përshëndeti atë. Mirëmëngjes, si mund t'ju ndihmoj? Emri im është Sofia Rodriguez, tha Sofia duke u përpjekur ta mbante zërin e qëndrueshëm. Kam një takim me zotrin Williams. Recepcionistja kontrolloi kompjuterin e saj. Po, këtu je. Zoti Williams e priste. Të lutem, merr këtë kartel vizitori dhe drejtohu në katin e 20. Sekretarja e tij do të presë atje. Ashensori lëvizte me një shpejtësi të qetë e heshtur, aq e ndryshme nga shkallët e lëkundura të ndërtesës së saj. Kur dyert u hapën në katin e 20, Sofia gjeti veten në një tjetër hapësirë të bukur, me tavan të lartë dhe pamje spektakolare të qytetit përmes dritareve të mëdha. Një grua në të 40-tat, e veshur me një kostum elegant, ju afrua me një buzëqeshje të ngrohtë. Sofia? Unë jam Jennifer, sekretarja e zotit Williams. Ai të pret, ndjek e mua. Ata ecën përmes një korridori të gjatë me zyra në të dy anët. Sofia mund të shihte njerëz duke punuar në kompjuterat e tyre, duke folur në telefona, duke mbajtur takime. Të gjithë dukeshin aq profesional, aq të sigurt. Ajo ndjeu veten si një peshk jashtë ujit. Jennifer ndaloi para një dere të madhe prej druri dhe trokiti lehtë. Zoti Williams? Zonja Rodriguez është këtu. Lëre të hyj, erdhi zëri John nga brenda. Jennifer hapi derën dhe Sofia hyri në zyrën më madhështore që kishte parë ndonjëherë. Ishte e gjerë me një tavolinë të madhe druri në qendër, rafte plot me libra dhe dritare që jepnin një pamje panoramike të Bostonit përmes dritareve të mëdha. Por ajo që e goditi më shumë ishte se edhe me gjithë madhështinë, zyra kishte një ngrohtësi në të, foto familjare në mure, një qëllim i rehatshëm, disa bim të gjalla.
John u ngrit nga tavolina e tij me një buzëqeshje të gjerë. Sofia, më vjen mirë që erdhe. Si je? Më mirë shpresoj. Po, shumë më mirë, tha Sofia. Faleminderit për gjithçka që keni bërë. Çudi, tha John duke e ftuar të ulej në një karrige përballë tavolinës së tij. Tani, dua të preżantoj me menaxheren tonë të burimeve njerëzore, Sara Mitchell. Ajo do të të udhëheq përmes procesit të punësimit dhe do të gjejë pozicionin e duhur për ty. Sikur të ishte thirrur nga emri i saj, dera u hap dhe hyri një grua në të 50-tat, me flokë të shkurtër hiri dhe një mënyrë profesionale, por të ngrohtë. Sara, kjo është Sofia Rodriguez, që të përmenda, tha John. Sara ja shtrinte dorën Sofias. Më vjen mirë të njoh, Sofia. Zoti Williams më ka folur shumë për ty. Ata ulën dhe Sara nxori disa dokumente nga një dosje që mbante. Zoti Williams më ka shpjeguar situatën tënde, tha ajo, dhe besoj se kam pozicionin perfekt. Jemi duke zgjeruar departamentin ton të shërbimit ndaj klientit dhe kemi nevojë për persona që janë të gatshëm të mësojnë, që kanë etikë të fortë pune dhe që mund të komunikojnë mirë me njerëz të ndryshëm. Unë jam e gatshme të mësoj, tha Sofia. Por duhet jeni të ndershëm. Nuk kam shumë përvojë me kompjuter dhe anglishtja ime, edhe pse e mirë, ndonjëherë më vjen vështirë me terma teknik. Sara buzëqeshi. Ndershmëria është gjë e parë që vlerësoj dhe mos u shqetëso për aftësitë teknike. Ne ofrojmë trajnim të plotë për të gjithë punonjësit e rinj. Për sa i përket anglishtes, të folur vetë 3 gjuhë dhe e di sa sfidues mund të jetë. Por fakti që ti je shumë gjuhësore është në fakt një avantazh. Kemi shumë klientë hispanik dhe aftësia për të shërbuar atyre në gjuhën e tyre amtare është shumë e çmuar. Sofia ndjeu një peshë që po largohej nga shpatullat e saj. Ata nuk po e shihnin mungesën e saj të përvoja si një pengesë, por si një mundësi. Gjatë orës së ardhshme, Sara e udhëhoqi Sofian përmes procesit të punësimit. Ajo plotsoi formulare, i dhan një kod për sistemet kompjuterik dhe i shpjeguan benefitet, sigurim shëndetësor, ditë pushimi të paguara dhe edhe një program ku kompania do të pagonte për arsimim të mëtejshëm nëse punonjësit donin të ndiqnin kurse apo shkollë. Arsimim të paguar? Pyeti Sofia, duke mos besuar veshët e saj. Do thotë, mund të shkoj në shkollë për infermiere dhe kompania do të ndihmoj me koston? Po, tha Sara. Është pjesë e programit ton të zhvillimit profesional. Besoj se duke investuar te punonjësit tanë, krijojmë një ambient pune më të fortë për të gjithë. Sofia pa nga John, i cili ishte qëndruar në heshtje gjatë shumicës së diskutimit. Ai po buzëqeshte, por kishte një shkëlqim në sytë e tij që ajo nuk e kuptonte plotësisht, sikurse ai po përjetonte kënaqësi personale nga kjo gjithë situatë. Tani, tha Sara, pagesa fillestare për këtë pozicion është $15 në orë, 8 orë në ditë, 5 ditë në javë. Do të fillosh trajnimin të mërkurën, që t'jep kohë për të sistemuar çështjet e punëve tjera. Sofia bëri llogaritjen shpejt në kokën e saj. $15 në orë, 8 orë në ditë, 5 ditë në javë. Kjo do të ishte $600 në javë, rreth $2100 në muaj. Kjo ishte pothuajse sa ajo fitonte duke punuar të 3 punët e saj të mëparshme, por tani do të punonte vetëm 1/3 e orëve, dhe me siguracion shëndetësor, dhe mundësi për arsimim. Ishte tepër shumë për ta përpunuar. Sofia ndjeu sytë që i mbusheshin me lot, por i fshiu shpejt. Nuk donte të qante këtu, para këtyre njerëzve profesional. A je mirë? Pyeti Sara me shqetësim. Po, tha Sofia, zëri saj pak i përplasur. Është vetëm, kjo është më shumë se sa kam shpresuar ndonjëherë. Nuk e di si t'ju falenderoj. Punë e mirë është falenderimi i vetëm që na duhet, tha John. Tani, Sara do të tregoj zyrat, do të prezantoj me ekipin dhe do të t'jap materialet e trajnimit për të studiuar përpara se të fillosh të mërkurën. Orët e ardhshme kaluan në një rrjedh takimesh dhe informacionesh. Sofia u prezantua me menaxherin e departamentit të shërbimit ndaj klientit, një njeri i ri me emrin Markus, që ishte i ngrohtë dhe mikpritës. Ajo takoi kolegët e saj të ardhshëm, një grup i larmishëm njerëzish nga moshë dhe sfonde të ndryshëm, por të gjithë dukeshin miqësore. Ajo u çua në stacionin e saj të punës, një zyrë e vogël me një kompjuter, telefon dhe disa furnizime. Ishte e thjeshtë, por për Sofian dukej si parajsa. Vendi i saj vet ku ajo nuk do të duhej të pastronte pas të tjerëve, por do të punonte në diçka që kërkonte mendjen e saj. Sofia i dha asaj një mori materialesh për të studiuar, manuale trajnimi, informacion për produktet e kompanisë, udhëzime për softwarein që do të përdorte.
Sofia I mori të gjitha me duar të dridhura nga emocionimi. E di që është shumë, por mos u streso. Askush nuk pret që ti të dish gjithçka me një herë. Trajnimi është një proces dhe do të kesh mbështetje gjatë gjithë kohës. Kur Sofia përfundimisht po largohej nga ndërtesa në mbasdite, John e ndali në recepcion. Sofia, një moment, thiri ai. Ajo kthyne dhe e pa duke ardhur drejt saj. Doja të them diçka përpara se të ikësh, tha John. E di që kjo gjithë situatë duket e çuditshme për ty, një I huaj që të ndihmon kaq shumë, por dua që të kuptosh se nuk po e bëj këtë nga mshira, po ta jap një mundësi sepse besoj se e meriton. Dhe gjithashtu sepse le të themi se kam arsyet personale. Sofia e shikoi me kuriozti. Arsye personale? John hezitoi për një moment, sikurse po vendoste sa shumë të shpjegonte. Kur isha I ri, shumë I ri, familja ime kaloi përmes një periudhe shumë të vështirë. Baba im humbi punën, shtëpia jon u mor nga banka dhe për një kohë jetuam në rrugë. Një ditë kur isha duke u përpjekur të kërkoj ushqim nga një kosh mbeturinësh, një grua e moshuar na pa, mua dhe motrën time. Ajo na çua në shtëpinë e saj, na dha ushqim, na la të lahemi dhe na dha rroba të pastra. Dhe pastaj ajo bëri diçka që ndryshoi jetën tonë. Ai ndaloi sytë e tij të larguar në të kaluarën. Ajo na çoi te një mik I saj që kishte një biznes të vogël. Vazhdoi John. I u tha atij historinë tonë dhe I kërkoi të jepte babait tim një punë. Miku e bëri këtë dhe ngadalë ne fituam këmbët tona. Babai im punoi fort, u rrit në atë kompani dhe më vonë filloi biznesin e tij. Unë mësova prej tij dhe kur ai vdiq, vazhdova atë që ai kishte filluar. Tani kam një nga kompanitë më të suksesshme në Boston. Sofia dëgjonte me vëmendje të plotë, duke filluar të kuptonte. Por asnjëherë nuk e harrova atë gruan e moshuar, tha John. Ajo nuk kishte arsye për të na ndihmuar. Ishte vetë e varfër. Por ajo e bëri sepse ishte e drejtë. Dhe ai akti I mirësisë krijoi një valë që vazhdoi për gjatë viteve. Pa të, unë nuk do të isha këtu sot. Kështu që tani, kur shikoj dikë si ti, dikë që jep nga ajo pak që ka, dikë që punon aq fort për të mbijetuar, dikë që ende ka dashuri në zemër pavarësisht vështirësive, e shikoj veten time dhe e shikoj mundësinë për të kthyer atë që më është dhënë. Sofia ndjeu një nyje në fyt. Historia e Johnit I kujtoi asaj se sa të çuditshme dhe të paparashikueshme ishin lidhjet njerëzore. Një akt I vogël mirësie mund të ndryshonte rrjedhën e një jete. Një person mund të ishte engjëlli I dikujt tjetër, pa e ditur fare. Faleminderit që ndave këtë me mua, tha ajo, dhe premtoj që nuk do të zhgënjej, do të punoj më fort se kushdo tjetër, do të provoj që besimi yt ishte I merituar. John buzëqeshi, e di që do ta bësh. Tani shko pushoje sot dhe nesër. Të mërkurën fillon aventura e re. Ndërsa Sofia udhëtonte me autobusin drejt shtëpisë, ajo nuk mund të ndalonte buzëqeshjen. Njerëzit në autobus e shihnin me kureshtri. Jo ishte e zakonshme të shihej dikë aq të lumtur në transportin publik të Bostonit. Por asaj nuk I interesonte. Për herë të parë që prej shumë kohësh, ajo kishte diçka për të cilën të ishte e lumtur. Kur arriti në dhomën e saj, ajo gjeti Marian dhe Carmenin duke pritur me padurim. Sa po hapi derën, të dyja vrapuan drejt saj. Si shkoj? Pyeti Maria. Tregoj gjithçka. Sofia u ul dhe ju tregoi atyre çdo detaj. Zyrën e bukur, ekipin miqësor, pagesën e mirë, benefitet e mahnitshme, mundësinë për të shkuar në shkollë. Zoti është I madh, tha Maria duke e përqafuar Sofian fort. E she, vuajtja jote nuk ka qenë e kotë. Zoti të ka shpërblyer dhe e meriton çdo pjesë të kësaj, tha Carmen. Ke punuar më fort se kushdo që njoh. Është koha për gjërat e mira të ndodhin për ty. Atë mbrëmje për herë të parë që prej shumë muajsh, Sofia dhe shokët e dhomës së saj ngron një darkë të mirë. Ato përdorën pjesë nga paratë që John I kishte dhënë për të bler mish pule, perime të freskëta, oriz dhe madje edhe një ëmbëlsirë. Ndërsa hëngrën, a dhe shkëmbinin buzëqeshje, duke e ditur se të shkosh në Boston nuk kishte qenë vuajtja shprehur, por vuajtja e shpërblyer nga Zoti.
Çështjen së bashku, Sofia ndjeu një ngrohtësi në zemër që nuk kishte të bënte me ushqimin, por me mirënjohjen që ndjente. Ajo kishte mësuar një mësim të rëndësishëm. Kur mos e humb besimin, edhe në momentet më të errta, sepse nuk e di kur jeta mund të ndryshojë, nuk e di kush mund të jetë engjëlli yt. Dhe asnjëherë mos nënvlerëso fuqinë e një vepër të vogël mirësie. E mërkura erdhi shpejt. Sofia u zgjua me një nervozizëm që i bënte duart të dridhen ndërsa po vishej. Ajo kishte studuar materialet e trajnimit gjatë gjithë ditës së djeshme dhe të martën, duke mësuar përmendësh informacion për produktet e kompanisë, politikat e shërbimit ndaj klientit dhe procedurat operative. Williams Enterprises, ajo kishte mësuar, ishte një konglomerat që zotronte dhe operonte një sër biznesesh të ndryshme, nga pasuritë e patundshme deri te teknologjia, nga shërbimet e konsulencës deri te investimet. John Williams kishte filluar me një kompani të vogël investimesh 30 vjet më parë dhe kishte ndortuar një perandori që tani punsonte mbi 2400 njerëz. Por ajo që i kishte impresionuar më shumë Sofia ndërsa lexonte materialet ishte filozofia e kompanisë. Në çdo faqe, në çdo dokument, kishte një tekst të vazhdueshëm në vlerat, ndershmëri, respekt, përgjegjësi sociale dhe kujdes për punonjësit. Këto nuk ishin vetëm fjalë të zbrasta. Dokumentacioni tregonte programe konkrete si ndihmë për arsimim, kohë e paguara për vullnetarizëm, mbështetje për familjet e punonjësve dhe një program mirëqenie që përfshinte këshillim falas të shëndetit mendor. Kjo ishte një kompani që vërtet kujdesej për njerëzit e saj. Dhe Sofia dihej me fat jashtëzakonisht që tani ishte pjesë e saj. Në orën 8 e mëngjesit, ajo arriti në ndërtesë dhe u drejtua në katin e 8, ku ndodhej departamenti i shërbimit ndaj klientit. Markus, menaxheri, e priti me një buzëqeshje të gjerë. Mirë se erdhe Sofia. Gati për ditën e parë? Sa më shumë që mund të jem, tha Sofia me një buzëqeshje të nervozuar. Mos u shqetëso, do t'jesh mirë, tha Markus. Sot do të kalosh kohën me Jennifer. Jo Jennifer, sekretarja e zotit Williams, por Jennifer Adams, një nga trajnuesit tanë më të mirë. Ajo do të mësoj bazat e sistemit dhe nesër do të fillosh të merresh thirrje të vërteta, por me mbikëqyrje. Jennifer Adams ishte një grua në të 30-tat, me flokë kafe të gjatë dhe një energji pozitive që ishte ngjitse. Mirë se erdhe në ekip, tha ajo, duke e përqafuar Sofian sikur të ishin shoqe të vjetra. Jam kaq emocionale që të punoj me ty. Ato u ulën në stacionin e punës të Sofias dhe Jennifer filloi të shpjegonte sistemin. Kjo është platforma jon e shërbimit ndaj klientit, tha ajo, duke e treguar në ekran. Këtu do të shfaqen të gjitha thirrjet hyrëse, e-mailat dhe chatet. Secila kërkesë ka një numër reference dhe ti duhet ta dokumentosh çdo ndërveprim. Për disa ore të ardhshme, Sofia u përpoq të thithte sa më shumë informacion që mundej. Kishte aq shumë për të mësuar. Si të përdorte software-in, si të gjeje informacion në bazën e të dhënave, si të transferosh thirrje, si të eskalosh probleme, si të dokumentosh gjithçka siç duhet. Në fillim, ishte tepër mbytëse. Çdo herë që Jennifer i tregonte diçka të re, Sofia ndihej sikur truri i saj po mbushej më shumë se sa mund përmbante. Por gradualisht, gjërat filluan të binin në vend. Ajo filloi të shihte modelet, logjikën pas sistemit. Je një nxënëse shumë e shpejtë, tha Jennifer në pasdite. Disa njerëz duhen disa ditë për të kuptuar këtë sistem, por ti tashmë po e kap thelbin. Ka mësuar se duhet të përshtatem shpejt, tha Sofia. Kur punoja 3 punë, nuk kisha luks të jem ngadalt në mësim. Jennifer e shikoi me një shprehje të çuditshme. 3 punë, zoti im. Si e bëre? Sofia u kuqe. Bëja atë që duhet për të mbijetuar. Më respekt, tha Jennifer, e di tani pse zoti Williams të vlerëson aq shumë. Ke një etik pune që është e rrallë. Në pauzën e drekës, Sofia hëngri sanduiçin që kishte sjell nga shtëpia në dhomën e pushimit të stafit.
Disa kolegë të tjerë ishin atje, dhe ata e ftuan të ulej me ta. "Ti je e reja apo jo?" pyeti një vajzë e re me flokë të kuq. "Unë jam Rachel, mirë se erdhe." "Faleminderit," tha Sofia. "Po, është dita ime e parë." "Si po shkon?" pyeti një njeri tjetër, më i madh me një qër të thellë të zezë. "Unë jam David. Kam qenë këtu për 5 vjet tani." "Mirë, mendoj," tha Sofia. "Ka shumë për të mësuar, por është interesante." "Ke faqe ke Jennifer si trajnuese," tha Rachel. "Ajo është më e mira. E duruar, e qartë, dhe kur nuk të bën të ndihesh budalla kur bën një gabim." "Dhe Markus është menaxher i shkëlqyer," shtoi Davidi. "Kam punuar në vende ku menaxherët ishin tiranik. Këtu ndihemi vlerësuar." Sofia dëgjonte me interes ndërsa kolegët e saj të rinj ndanin historitë e tyre për punën. Ishte e qartë se kjo nuk ishte vetëm një punë për ta, ishte një komunitet. Njerëzit këtu mbështesnin njëri tjetrin, festonin sukseset e njëri tjetrit dhe ndihmonin kur dikush kishte vështirësi. Kjo ishte kaq e ndryshme nga punët e saj të mëparshme, ku çdo person ishte për veten e tij, ku menaxherët thërrisnin dhe kërcënonin, ku askush nuk kujdesej nëse ishte duke luftuar. Kishte mësuar, por në fillim ishte e vështirë. Ajo nuk ishte mësuar të fliste në telefon në anglisht për periudha të gjata dhe ndonjëherë fjanët nuk I vinin aq shpejt sa donte. Por Jennifer ishte e duruar. "Mos u shqetëso për shpejtësinë tani," tha ajo. "Më e rëndësishmja është që të jesh e qartë dhe e sjellshme. Shpejtësia vjen me praktik." Në fund të ditës, ndërsa Sofia po mblidhte gjërat e saj, Markus erdhi te ajo. "Si ishte dita e parë?" pyeti ai. "Sfiduese, por e mirë," tha Sofia me sinqeritet. "Ka shumë për të mësuar, por jam e vendosur." Markus buzëqeshi. "Kjo është qëndrimi I duhur. Dhe nëse ke nevojë për ndonjë gjë, dera ime është gjithmonë e hapur. Asnjë pyetje nuk është tepër e vogël apo tepër budallaqe." Ndërsa Sofia po dilte nga ndërtesa, ajo pash Johnin duke ecur drejt hyrjes. Sytë e tyre u takuan dhe ai buzëqeshi. "Sofia, si ishte dita e parë?" "Është shkëlqyer," tha ajo. "Të gjithë kanë qenë kaq të sjellshëm. Nuk mund të besoj se kjo është puna ime tani." "Besoje," tha John. "E ke merituar. Dhe nga ajo që kam dëgjuar nga Markus, je duke bërë punë të shkëlqyer." "Tashmë keni dëgjuar nga Markus?" pyeti Sofia me befasi. "Ai më dërgoi një mesazh. Tha që je shumë e përqendruar dhe e etur për të mësuar. Kjo është gjithçka që dua të dëgjoj." Ata folën për disa minuta të tjera, dhe pastaj John vazhdoi drejt zyrave të tij dhe Sofia drejt stacionit të autobusit. Ndërsa ulej në autobusin e mbushur për në shtëpi, ajo reflektoi mbi ditën. Kishte qenë e lodhshme, por në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga lodhja e punëve të saj të mëparshme. Këtu, truri I saj kishte punuar, jo vetëm trupi I saj. Ajo kishte mësuar gjëra të reja, kishte takuar njerëz interesant, kishte ndier vetëm pjesë e diçkaje më të madhe. Për herë të parë, ajo fillonte të besonte se ëndrat e saj mund të realizoheshin. Nëse mund të mësonte këtë punë, nëse mund të kursente mjaftueshëm, nëse mund të përdorte programin e arsimimit të kompanisë, atëherë ndoshta, vetëm ndoshta, ajo mund të shkonte në shkollë për infermieri. Ndoshta jeta e saj mund të ishte diçka më shumë se thjesht mbijetesë. Javët që pasuan ishin një udhëtim I vazhdueshëm mësimi dhe rritjeje për Sofian. Çdo ditë ajo bëhej më e sigurt në punën e saj. Ajo mësoi se si të trajtonte klientët e vështirë me durim Dhe empati, se si të gjente zgjidhje kreative për problemet e pazakonta, se si të punonte në ekip me kolegët e saj. Dita e parë kur ajo mori thirrjen e saj të parë të vërtet pa mbikëqyrje, ajo ishte kaq e nervozuar sa duart I dridheshin. Por klienti ishte I sjellshëm, problemi ishte I thjeshtë dhe Sofia e zgjidhja atë pa vështirësi. Kur ajo përfundoi thirrjen dhe dokumentoi atë siç duhet, Jennifer I dha një thumbs up nga stacioni I saj ngjitur. "E pe?" tha Jennifer. "E bëre perfekt." Por jo të gjitha thirrjet ishin kaq të lehta. Një ditë Sofia mori një thirrje nga një klient që ishte jashtëzakonisht I zemëruar. Kompania kishte bërë një gabim në faturimin e tij dhe ai po kërcënte me aksion ligjor. Sofia e dëgjoi me durim ndërsa burri u lërinte përmes telefonit. "E kuptoj se jeni I frustruar, zotëri."
tha ajo me një zë të qetë. Dhe keni të drejtë të jeni i zemëruar. Le të shohim se si mund ta zgjidhim këtë me një herë. Ajo punoi përmes problemit hap pas hapi, duke shpjeguar se ku kishte shkuar gabim dhe çfarë do të bënte për ta rregulluar. Gradualisht, toni i klientit u butësua. Në fund të thirrjes, ai madje e falenderoi atë. E vlerësoj durimin tuaj, tha ai. Kam thirrur shumë kompani dhe kam folur me shumë njerëz që thjesht lexoj një skript pa u interesuar, por ju vërtet dukeshit që kujdeseshit. Kujdesem, tha Sofia me sinqeritet. Dhe jam e lumtur që mund t'ju ndihmoj. Kur ajo përfundoi thirrjen, ajo e dëgjoi një duartrokitje nga mbrapa. U kthye dhe pa Markusin dhe disa kolegë të tjerë duke shikuar. Kur dokumentari u shfaq në një festival filmi në Boston, salla ishte mbushur plot. Sofia ulej në audiencë, duke mbajtur dorën e Johnit në njërën anë dhe të Marias në anën tjetër, duke shikuar historinë e saj që zhvillohej në ekran. Filmi fillonte me imazhe të qytetit të Bostonit në agim, dhe pastaj zëri i Sofias që tregonte. 5 vjet më parë, isha në pikën më të ulët të jetës sime. Punoja 3 punë, mezi mbijetoja dhe ndjeja sikur ëndrat e mia nuk do të realizoheshin kurrë. Por një mëngjes, bëra një vendim të thjeshtë që do të ndryshonte gjithçka. Dokumentari tregonte historinë e plot, nga takimi i parë jashtë furres, te zbulimi i lidhjes me Rozën, te hapja e klinikës, te ndikimi që puna e tyre kishte pasur në mira jetë. I përfshinte intervistat emocionuese me pacientë që kishin përfituar nga shërbimet falas, me punonjësi që tani kishin akses te kujtesi shëndetësor që nuk e kishin pasur kurrë më parë, dhe me emigrantës që kishin gjetur shpresë në momentet e tyre më të errta. Kur dokumentari mbaroi, salla shpërtheu në duartrokitje, që zgjatën për minuta të tëra. Njerëzit qëndronin në këmbë, disa duke qarë, të gjithë të prekur thellë nga historia që kishin parë. Pas shfaqjes, kishte një sesion pyetje-përgjigje. Shumë njerëz ngritën duart e tyre, duke dashur të dinë se si mund të përfshiheshin, se si mund të ndihmonin, se si mund të fillonin iniciativa të njashme në komunitetet e tyre. Një grua e re me një fëmijë në krah, u ngrit dhe foli me zë të dridhur. Historia juaj më ka prekur shumë, tha ajo. Unë jam në një situatë ngjashme me atë që ju ishit. Punoj 2 punë, mezi a dalë të paguaj qiran, dhe ndonjëherë ndihem sikur po fundosem. Por historia juaj më ka dhënë shpresë që gjërat mund të ndryshojnë. Sofia zbriti nga skena dhe shkoi direkt te gruaja. Ajo e përqafoi atë dhe i tha: "Do të ndryshojnë, dhe nëse ke nevojë për ndihmë, jam këtu. Jemi të gjithë këtu." Pas festivalit, dokumentari u transmetua në një kanal kombëtar televiziv. Reagimi ishte jashtëzakonshëm. Mira njerëz shkruan mesazhe për fondacionin, duke ofruar mbështetje, duke kërkuar ndihmë, duke ndarë historitë e tyre. Fondacioni filloi të marrë donacione nga njerëz të zakonshëm, $10 nga një pensionist, $50 nga një student, $100 nga një familje që kishte përfituar nga shërbimet e klinikës. Ishte e qartë që historia e Sofisë dhe Johnit kishte prekur një nerv, kishte kujtuar njerëzit për rëndësinë e mirësisë dhe solidaritetit. Por ndikimi më i madh ishte diçka që Sofia nuk e kishte pritur. Njerëz nga i gjithë vendi filluan të nisnin iniciativat e tyre, programe për të ndihmuar emigrantët, klinika falas në komunitetet varfra, fonde për të mbështetur njerëzit që donin të shkolloheshin, por nuk kishin mjete. Një burr në Kaliforni filloi një program ku blinte bukë çdo mëngjes dhe u jepte njerëzve pas 3, duke i kujtuar historinë e Sofias. Një grua në Teksas hapi një klinik të vogël dentare, që ofronte shërbime falas për fëmijët e familjeve me të ardhurat të ulta. Një çift të rinj në Florida krijoi një fond bursa për studentë emigrant që donin të studionin në fushat e shëndetësisë. Sofia merrte letra dhe emailin nga këta njerëz, duke i falendëruar për frymëzimin, duke ndarë historitë e tyre. Çdo herë që lexonte një nga këto mesazhe, ajo ndjente një përzierje habie dhe mirënjohje të thellë. "Shikon," i tha John një ditë ndërsa po lexonin disa nga këto letra së bashku, "kjo është fuqia e një vepre të vogël mirësie. Nuk ndalet me një person. Shkon përtej duke krijuar valë që prekin jetë që ti kurrë nuk do t'i takosh." Sofia tundi kokën, duke kuptuar tani plotësisht se çfarë kishte dashur të thoshte gjysheja e saj Roza kur kishte shkruar në atë letër. "Jepuni jetës më të mirën tuaj. Jini të mira me të tjerët." Një ditë, rreth 8 muaj pasi Sofia kishte filluar punë në Williams Enterprises,
John e ftoi atë për darkë në shtëpinë e tij. Sofia kishte dëgjuar për shtëpinë e John, një vile madhe në një lagje ekskluzive jashtë qytetit, por nuk e kishte vizituar kurrë. Ndërsa Sofia u afruar me taksin, ajo ende nuk kishte makinë, por po kursente për një, ajo mbeti me gojë hapur nga madhështia. Vila ishte mahnitse, 3 kate, me një obor të madh të mirëmbajtur, një pishinë dhe një pamje spektakolare të qytetit në largësi. Por kur John hapi derën, ajo u befasuar nga ngrohtësia e brendshme. Po, shtëpia ishte e madhe dhe e bukur, por kishte një ndjenjë shtëpie në të. Foto familjare mbulonin muret, libra ishin kudo, dhe aroma e gatimit të shijshëm mbushte ajrin. "Mirë se erdhe," tha John me një buzëqeshje të gjerë. "Eja, dua të prezantoj me dikë." Ai e udhëhoqi përmes një korridori drejt një dhome të madhe ndenjeje, ku një grua e moshuar po ule në një karrige me rrota pranë dritares. Ajo kishte flokë të bardhë që rrinin në një bisht të vogël, dhe edhe pse trupi i saj duke i brisht, sytë e saj ishin plot jetë. "Sofia," tha John, duke e quar te gruaja. "Kjo është motra ime, Elizabeth." Elizabeth i zgjati një dorë dridhuese dhe Sofia e mori atë me butësi. "Më vjen shumë mirë të njoh, Sofia," tha Elizabeth, me një zë të butë për të qartë. "John më ka folur shumë për ty." "Dhe për ty gjithashtu," tha Sofia, duke ulur në një karrige pranë saj. "Më vjen mirë të njoh më në fund." "Elizabeth ka sëmundjen e Parkinsonit," shpjegoi John. "Ka jetuar me mua për 5 vitet e fundit dhe kam një infermiere që vjen çdo ditë për të ndihmuar. Por ajo është ende aq e mpret si gjithmonë." "Mos fol për mua sikur nuk jam këtu, John," tha Elizabeth me një humor të lehtë. Pastaj ju drejtua Sofias. "Më trego për veten, voglushe. John thot që po studion për infermiere." Sofia u gëzua dhe filloi të fliste për studimet e saj, për ëndrrën e saj, për arsyen pse kishte zgjedhur këtë rrugë. Elizabeth e dëgjoi me vëmendje të plot, duke bërë pyetje të mençura dhe ofruar inkurajim. "Kemi nevojë për më shumë infermiere si ti. Infermiere që bëjnë këtë pse kujdesen vërtet, jo vetëm për një pagë. Kur kam ditë të vështira, infermierja ime, Patricia, është arsyeja pse vazhdoj. Ajo nuk është vetëm një profesioniste, ajo është një angel." Gjatë darkës, një vakt i shkëlqyer që John kishte përgatitur vetë, ai rezultoi të ishte një kuzhinier i talentuar. John filloi të tregonte histori për Rozën, gjyshen që Sofia nuk e kishte njohur kurrë. Ajo ishte shumë e vogël, por e fortë. Kur na gjetin atë natë të ftohtë, ne ishin të friksuar dhe të uritur. Motra ime Elizabeth po qante dhe unë po përpiqesha të mos qanja sepse isha djali i madh dhe mendoja se duhet të isha i fortë. "Ti ishe vetëm 9 vjeç," tha Elizabeth. "Ishe vetëm fëmijë." Roza na çoi në shtëpinë e saj, vazhdoi John. Ishte një shtëpi e vogël, vetëm 2 dhoma, por ishte e ngrohtë dhe e pastër. Ajo na dha çorbën më të mirë që kam ngrënë ndonjëherë, dhe ndërsa ham, ajo ulej dhe na pyeste për historinë tonë. Nuk na gjykoi, nuk na bëri të ndjehemi të turpëruar, thjesht na dëgjoi. "Ajo na la të mbetnim për 3 ditë," tha Elizabeth, duke vazhduar historinë. "Më kujtohet se në mëngjesin e parë u zgjova dhe mendova se kishte qenë një ëndër, por isha në një krevat të vërtet me batanie të ngrohta dhe mund të dëgjoja Rozën duke kënduar në kuzhinë." "Ajo këndonte gjithmonë," tha John me një buzëqeshje nostalgjike. "Këngë meksikane, këngë fetare, këngë që nëna e saj ja kishte mësuar. Dhe ajo na mësoi disa nga ato këngë." "A mund të tregoj një?" pyeti Sofia, duke ndjerë një lidhje me këtë grua që nuk ishte takuar kurrë. John mendoi për një moment, pastaj filloi të këndojë me një zë të ulët. Ishte një këngë në spanjisht, një melodi e ëmbël për dashurinë e një nëne. Sofia e njohu menjëherë. Ishte një nga këngët që nëna e saj i këndonte asaj kur ishte e vogël. Kur John mbaroi, Sofia e kishte lot në sy. "Nëna ime këndonte këtë," tha ajo. "Duhet ta ketë mësuar nga gjyshja ime, Roza." "Kuptime që ka kaluar përmes gjeneratave," tha Elizabeth me butësi. "Është e bukur apo jo? Se si dashuria dhe kujtimi vazhdon, edhe kur njerëzit janë larguar." Pas darke, John e çoi Sofia në bibliotekën e tij. Një dhomë e gjerë, me rafte që arrin nga dyshemeja deri në tavan, të mbushura me libra. Për ajo që e goditi Sofian, nuk kishin librat,
por fotot që ishin të vendosura me kujdes në një raft të veçantë. Këto janë të gjitha fotot që kam të Rozës, tha John, duke marrë një album të vjetër. Disa i bëra unë, të tjera i gjeta pas vdekjes së saj. Ai e hapi albumin dhe Sofia pa për herë të parë fytyrën e gruas që kishte ndryshuar aq shumë jetë, të saj, të nënës së saj, të John dhe Elizabeth. Roza kishte një fytyrë të hinjur nga mosha, por të bukur, me sy të ngrohta dhe një buzëqeshje që të bënte të ndiheshit të sigurt. Ajo duket si nëna ime, tha Sofia, duke prekur fotografinë me butësi. Të njëjtin sy, të njëjtin buzëqeshje. Po, kjo është vërtet. Kur të pash për herë të parë, pash Rozën në ty. Jo vetëm pamjen fizike, por shpirtin, atë mirësi, atë forcë, atë aftësi për të dhënë edhe kur nuk ke mjaftueshëm për veten. Ai ktheu një faqe tjetër dhe atje ishte një foto të Rozës duke mbajtur një fëmijë të vogël, një vajzë me flokë të zinë dhe sy të gjera. Kjo është vajza e saj, nëna jote. Këtë foto u bë pak para se Roza të humbiste kontaktin me të. Shoh shumë prej teje në këtë fytyrë të vogël. Sofia e preku fotografinë, duke ndjerë një lidhje që ka përcente kohën dhe distancën. Kjo ishte nëna e saj si fëmijë, duke u mbajtur nga gjyshja që Sofia nuk e kishte njohur kurrë. 3 gjenerata të grave të forta, secila duke luftuar për të mbijetuar, secila duke dhënë dashurinë dhe forcën e saj te gjenerata e ardhshme. Falenderit që po i tregon këto, tha Sofia. Do të thotë më shumë se sa mund të shpreh me fjalë. Këto janë për ty tani, tha John, duke ja dhënë albumin. Roza do të donte që ti t'i kesh. Sofia e mori albumin me duar që drithen nga emocioni. Nuk mund, kjo është shumë e çmueshme. Dhe pikërisht prandaj duhet jetë me ty, insistoi John. Je gjaku i saj, trashëgimia e saj jeton në ty. Atë natë, ndërsa Sofia u kthye në apartamentin e saj, ajo e mbajti albumin fort kundër gjoksit të saj. Kur arriti në shtëpi, Maria dhe Carmen ishin ende zgjuar, dhe ajo u tregoi atyre gjithçka, për Rozën, për lidhjen me John, për të gjitha që kishte mësuar. Zoti i punon në mënyra misterioze, tha Maria, duke fshirë lot nga syt. Gjithë këtë kohë ti mendonje se ishe vetëm në këtë botë, por nuk e qenë kurrë vetëm. Gjyshja jote po të shikonte nga qielli, duke të udhëhequr drejt njerëzve të duhur. Atë natë, Sofia qëndroi zgjuar deri vonë, duke shikuar çdo foto në album, duke lexuar çdo notë që Roza kishte lënë. Në një nga faqet e fundit, ajo gjeti një letër të shkruar me shkrimdore të bukur në spanjisht. Ishte datuar 10 vite më parë dhe fillonte me fjalët: "Për vajzën time dhe mbesën time që nuk kam takuar kurrë." Sofia e lexoi letrën përmes lodhve. Roza shkruante për pendimet e saj, për dashurinë e saj, për shpresat e saj që një ditë, në një mënyrë apo në një tjetër, mesazhet e saj do të arrinin te familja e saj. Ajo shkruante për rëndësinë e mirësisë, të përkushtimit, të mos harruarit kurrë se nga vjen. Dhe në fund, ajo shkruante: "Nëse vajza ime ose mbesa ime lexon këto fjalë, dua që ato të dinë këtë. Jam krenar për to, edhe pa i njohur kurrë, sepse gjaku im rrjedh në to dhe e di që ato kanë atë forcë dhe atë dashuri që të gjithë gratë e familjes son kanë pasur. Jekuni jetës më të mirin tuaj, jeni të mira me të tjerët, dhe kurrë mos harroni që jeni të dashura." Sofia e mbështres letrën të gjoksi e saj dhe qau. Por këtë herë nuk ishin lot trishtimi, ishin lot lehtësimi, mirënjohje dhe lidhje që kishte gjetur më në fund vendin ku i përkiste. 2 vjet kaluan që nga ajo natë jashtë furrës, kur Sofia i kishte bler bukë një të panjohuri. 2 vjet që kishin ndryshuar plotësisht jetën e saj. Tani, në një mëngjes të ngrohtë në qershor, Sofia qëndronte në një auditor të madh bashkë me qindra studentë të tjerë, duke pritur të merrnin diplom. Kjo ishte fantastike, Sofia, tha Markus. E trajtove atë situatë me një profesionalizëm dhe empati që shihet rrallë, sidomos nga dikush që ka qenë këtu vetëm për 1 muaj. Sofia u kuqe. Faleminderit. Thjesht u përpoqa të bëja atë që mendoja se ishte e drejtë. Dhe kjo është pikërisht aftësia që na duhet, tha Markus. Shumë njerëz mund të mësojnë procedurat dhe politikat, por përkujdesja e vërtet për klientët, kjo vjen nga zemra. Atë mbrëmje, ndërsa Sofia po dilte nga puna, ajo u ndalua nga sekretarja e John, Jennifer e origjinalja. Sofia,
Zoti Williams do të bonte të fliste me ty për disa minuta, nëse ke kohë, tha ajo. Zemra e Sofias filloi të rrahe më fort. A kishte bërë diçka gabim? A ishte kjo për të keq apo për të mirë? Ajo ndoqi Jenniferin drejt zyrës së John. Ai ishte ulur në tavolinën e tij, duke lexuar disa dokumente, por kur ajo hyri, ai vendosi ato më njanë se u ngrit me një buzëqeshje. Sofia, faleminderit që erdhe, tha ai. Ul, të lutem. Ajo ul, duke mbajtur duart e saj në prehër për t'i fshehur dridhjet. Doja vetëm të kontrolloj se si po shkon, tha John. Markus më ka dhënë raporte të shkëlqyera për ty, por doja ta dëgjoja nga ti vet. A je e lumpur me punën? O, po, tha Sofia me lehtësim në zërin e saj. Më pëlqen shumë. Çdo ditë mësoj diçka të re dhe ekipi është kaq mbështetës. Mirë, dhe si e duke u përshtatur me orarin e ri? E di që është një ndryshim i madh nga puna e 3 turneve. Është si një mrekulli, tha Sofia me sinqeritet. Kam kohë për të fjetur, kam kohë për të ngrënë, madje kam filluar të studiohet përsëri librat e mi të infermierisë në mbrëmje. Fytyra e Johnit të ndriçua. Ah, po, infermierja, ëndra jote. A ke menduar për aplikim në programin ton të arsimimit? Po, por nuk e di nëse jam gati ende. Dua të sigurohem që jam duke bërë një punë të shkëlqyer këtu fillimisht. Sofia, tha John, duke u përkullur përpara, ti tashmë po bën një punë të shkëlqyer, dhe arsyeja pse ne ofrojmë këtë program është pikërisht për njerëz si ti, njerëz që kanë aftësi dhe pasion, por që kanë nevojë për mbështetje për t'i realizuar ato. Nuk duhet të presësh, jeta është shumë e shkurtër. Sofia ndjeu një nyje në fyt. Këto fjalë kujtuan asaj diçka që nëna e saj i kishte thënë dikur. Mos prit për momentin perfekt, zemra ime. Momenti perfekt është tani. Do ta mendoj seriozisht, tha ajo. Faleminderit për inkurajimin. Ka edhe diçka tjetër që doja të bisedoja me ty, tha John, toni ti duke u bërë pak më serioz. Ka marrë vesh nga Sara në burimet njerëzore që ti dhe shokët e dhomës suaj po përballeni me një rritje të madhe të qiras. Sofia u habit. Si e dinte John për këtë? Ajo nuk ishte përmendur asgjë. Nuk dua të dukem se po ndërhyj, vazhdoi John, por kam një pronë që e zotroj. Një ndërtesë apartamentesh në një pjesë të mirë të qytetit. Ka disa njësi bosh. Doja të ofroj njërin me një qira që është e përballueshme për ty dhe shokët e dhomës tuaja. Do të ishte shumë më e madhe se dhoma që keni tani, me kushte më të mira dhe në një lagje më të sigurt. Sofia nuk dinte çfarë të thoshte. Kjo ishte tepër. Gjithë kjo ndihmë, gjithë ky bujarim nuk dukej real. John, tha ajo, duke përdorur emrin e tij të parë për hir të parë. Pse po bën gjithë këtë? E di që më the për gruan që të ndihvoj kur ishe i ri, por kjo është më shumë se thjesht të kthyer një favor. Çfarë duhet që unë të bëj në këmbim? John tundi kokën me vendosmëri. Asgjë. Nuk ka kushte, Sofia, por nëse duhet të them të vërtetën, ka një arsye pse jam veçanërisht i interesuar për historinë tënde. Ai u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke shikuar jashtë drejt qytetit. Ajo grua e moshuar që na ndihmoi, ajo që ndryshoi jetën tonë, tha ai, zëri i mbushur me emocion. Emri i saj ishte Rosa Rodriguez. Sofia ndjeu zemrën që i ndali. Rodriguez, mbi emri i saj. Kur ti mu prezantua atë mëngjes jashtë furrës dhe the emrin tënd, Sofia Rodriguez, diçka brenda meje u aktivizuar, vazhdoi John, duke u kthyer për ta parë atë. Pastaj, kur fola me ty, kur dëgjua historinë tënde, se je nga Meksika, se nëna jote vdiq, se ke një ëndër për të bërë infermiere, të gjitha këto detaje më kujtuan Rozan. Ai u kthye plotësisht drejt saj tani. Kam bërë disa kërkime, tha ai. Rosa Rodriguez jetonte në një fshat të vogël jashtë Guadalajaras. Ajo kishte një vajzë të vetme që martohej me një burr me mbiemrin Rodriguez. Rodriguez është një mbiemër i zakonshëm, e di, por akoma. Ajo vajzë u zhvendos në një fshat. Vajza e varfër i bleu buk një të panjohuri, pa e ditur sa i ishte milioner. 5 vjet kaluan që nga ajo ditë e ftohtë kur Sofia kishte bler buk për një të panjohuri. 5 vjet që kishin qenë plot me transformime, sfida dhe suksese. Klinika e Williams Enterprises ishte zgjeruar për të përfshirë 3 vende të ndryshme në qytet. Shërbente në mënyrë njëkohësisht punonjësit e kompanisë dhe komunitetet përreth. Sofia kishte punuar me Gjonte për të krijuar një fondacion
që ofronte kujdes shëndetësor falas për imigrantët e paregjistruar, të cilët shpesh nuk kishin akses te shërbimet bazike. Maria kishte arritur të dërgonte djalin e saj në universitet dhe ai tani po studionte për të bërë mjek. Carmen kishte marrë një promovim në punën e saj dhe tani po ndihmonte motrën e saj të sëmur të vinte në Shtetet e Bashkuara për trajtim më të mirë. Dhe Sofia kishte bërë diçka që nuk kishte ndërruar kurrë të ishte e mundur. Ajo kishte blerë një shtëpi të vogël në një lagje të qetë, ku ajo jetonte me një qen të adoptuar të quajtur Lucky. Ajo kishte një karrierë që e kënaqte shpirtërisht dhe kishte një familje që nuk përcaktohej nga gjaku, por nga dashuria. Maria, Carmen, John, Elizabeth dhe të gjithë ata që kishin qenë pjesë e udhëtimit të saj. Një ditë në vjesht, ndërsa Sofia po ecte përmes rrugëve të qytetit, ajo kaloi pranë asaj furre ku kishte bler bukën 5 vjet më parë. Furra ishte ende atje, duke shpërdarë të njëjtin aromë të mahniqme të bukës së pjekur freskët. Ajo hyri brenda. Gruaja e moshuar që kishte qenë pas tezgës atë ditë ishte ende atje, pak më e vjetruar, por me të njëjtin buzëqeshje të ngrohtë. "Mund ju ndihmoj e dashura?" pyeti gruaja. "Po," tha Sofia, "dua të blej 10 bukë dhe dua t'i jap ato njerëzve që kanë nevojë." Gruaja e moshuar e shikoi për një moment, pastaj buzëqeshja e saj u gjersua. "Të mbaj mend," tha ajo. "Ti e vajza që bleve bukë për atë njerëz të varfër jashtë. Ishte vite më parë." "Po," tha Sofia, "ishte pikërisht këtu." "Ajo ishte një vepër e bukur," tha gruaja. "Dhe shoh që ende ke atë shpirt të mirë." Sofia pagoi për bukët dhe doli jashtë. Ajo ecte përmes zonës duke i dhënë bukët njerëzve që dukeshin se kishin nevojë. Një grua e pastre me 2 fëmijë të vegjël, një njeri i vjetër që po kërkonte në koshin e mbeturinave, një çift të rinj që dukeshin të hutuar dhe të friksuar, si emigrant të rinj që sapo kishin arritur në qytet. Me secilën bukë që jepte, ajo thoshte të njëjtat fjalë. "Zot ju bekoft, gjërat do të përmirësohen." Dhe me secilën bukë, ajo kujtohej se si ishte në gjëra të mëngjes, e dëshpëruar, e lodhur, e friksuar për të ardhmen. Por edhe në atë moment, ajo kishte gjetur forcën për të dhënë, dhe ajo vepër e vogël mirësie kishte nisur një zinxhir ngjarjesh që kishin ndryshuar plotësisht jetën e saj. Kur ajo po kthehej në makinën e saj, telefoni i saj ra. Ishte John. "Sofia, ku je? Kam lajme të mrekullueshme." "Jam në qendër. Çfarë ndodh?" "Fondacioni ynë sapo mori një grant të madh nga shteti," tha John, zëri i tij plot emocionim. "Do të mund të hapim 5 klinika të tjera në qytete të ndryshme. Do të mund të ndihmojmë mijëra njerëz më shumë." "Kam bërë disa kërkime," tha ai. "Rosa Rodriguez jetonte në një fshat të vogël jashtë Guadalajarës. Ajo kishte një vajzë të vetme që martohej me një burr me mbiemrin Rodriguez. Rodriguez është një mbiemër i zakonshëm, e di, por akoma. Ajo vajzë u zhvendos në një fshat tjetër dhe Rosa e humbi kontaktin me të për vite. Kur Rosa vdiq 15 vjet më parë, ajo më la një letër. Në atë letër, ajo shkroi se më i madh i pendimi i saj ishte që nuk ishte gjetur kurrë vajzën e saj dhe mbesën e saj." Sofia ndiu gjakun duke ju larguar nga fytyra. Mbesën e saj. Rosa më tha që vajza e saj kishte lindur një vajzë emrin Sofia. Një vajzë që ajo nuk e takoi kurrë, por që shpresonte një ditë ta takonte. Dhoma filloi të rrotullohej rreth Sofias. Ajo kujtoi historitë që nëna e saj kishte treguar për gjyshen e saj, që kurrë nuk e takoi. Një grua që jetonte larg, që ishte ndarë nga familja për shkak të rrethanave të vështira, që ishte vdekur para se Sofia të mund ta njihte. "Nëna ime," tha Sofia, zëri i saj i përplasur. "Nëna ime më tregoi për gjyshen time, Rosa. Ajo vdiq kur unë isha 3 vjeç. Nëna ime donte të shkonte për ka parë, por nuk kishte para për udhtim. Dhe pastaj ishte shumë vonë." John u ul në karrigen pranë Sofias, sytë e tij të mbushur me lot. "Atëherë është e vërtet," tha ai. "Ti je mbesa e gruas që më shpëtoi. Sofia, gjaku i Rosa Rodriguez rrjedh në ty." Ata të dy ulën në heshtje për një moment. Peshat e kësaj zbuleveje duke rënë mbi ta. Sofia nuk mund ta besonte. E gjithë kjo kohë, duke menduar se ishte vetëm një rastësi që John Williams kishte qenë atje atë mëngjes, por nuk kishte qenë rastësi fare. Kishte qenë fat, ose ndonjë fuqi më e lartë që I kishte sjellë së bashku. "Prandaj më ndihmon," tha Sofia, duke filluar të kuptonte, "sepse je duke kthyer borxhin ndaj gjyshes sime." "Jo," tha John me vendosmëri. "Jo vetëm prandaj."
Po, doja t'i ktheja dhuntin e Rosës. Por, edhe si kur ti të mos ishe e lidhur me të, do këpisha ndihmuar. Sepse ajo që bëre për atë njeri të varfër jashtë furrës. Ai isha unë, Sofia. Sofia e shikoi me befasi të plot. Po, tha John, duke buzëqeshur përmes lotëve. Ndonjëherë shkoj jashtë veshur keq, duke u përpjekur të kuptoj se çfarë përjetoj njerëzit në rrugë. Dua të qëndroj i lidhur me realitetin, të mos haroj kur nga vij. Atë mëngjes, isha duke bërë pikërisht atë. Dhe ti? Ti që mezi kishe mjaftueshëm për veten, ndale dhe më dhe bukë. Nuk e dije kush isha. Nuk e bëre për të përfituar, e bëre sepse ishe e mirë. Sofia nuk mund ta mbajë më. Lotit filluan të rrjedhnin lirshëm në fytyrën e saj. Nuk e dija, tha ajo. Zoti im, nuk e kisha iden. John e zgjati dorën dhe e mbajti dorën e saj. Gjyshja jote, Rosa, më mësoi që një vepër e vogël mirësie mund të ndryshojë gjithçka. Dhe ti, pa e ditur, vazhduave atë trashëgimi. Tani është radha ime për ta vazhduar. Ata qëndruan kështu për disa minuta. Dy njerëz të lidhur nga një traditë familjare që asnjëri nuk e kishte njohur, bashkuar nga një vepër mirësie që kishte ndodhur dekada më parë dhe një vepër tjetër që kishte ndodhur vetëm javë më parë. Më në fund, Sofia e fshiu fytyrën dhe foli. Dua të di gjithçka për gjyshen time, tha ajo. Çdo gjë që mbaj mend për të. John buzëqeshi. Do të tregoj gjithçka. Kam marrë foto, letra që ajo më la, histori që ajo ndau me mua. Rosa ishte një grua e mahnitshme, e fortë, e butë, plot humor edhe në kushtet më të vështira. Ajo të përngjante shumë ty. Dhe ti ngjan shumë burrit që ajo ndihmoi. Një njeri që nuk harroi kurrë nga erdhi, që përdor suksesit e tij për të ndihmuar të tjerët. Kështu duhet jetë. Çfarë është pika e suksesit nëse nuk e ndani? Gjatë javëve që pasuan, jeta e Sofias vazhdoi të transformohej. Ajo dhe Maria dhe Carmen u zhvendosën në apartamentin e ri që John kishte ofruar. 2 dhoma gjumi, një dhomë denje e gjerë, një kuzhinë mirë pajisur dhe madje edhe një balkon i vogël. Për herë të parë që prej vitesh ajo kishte hapësirën e saj, vendi i saj për të studiuar pa u shqetësuar se po shqetësonte të tjerët. Ajo aplikoi në programin e arsimimit të kompanisë dhe u pranua. Filloi kurset hyrëse në një kolegj komunitar, duke studiuar për të marrë para kushtet e nevojshme për programin infermierisë. Ishte e vështirë të balanconte punën dhe shkollën, por krahasuar me të punuarit 3 punë, ishte paradis. Në punë, ajo vazhdoi të shkëlqente. Brenda 3 muajve, Markus e promovoi në pozicionin e përfaqësuese së lartë të shërbimit ndaj klientit me një rritje page. Brenda 6 muajve, ajo po trajnonte punonjës të rinj, duke ndarë aftësitë që kishte mësuar. Por më e rëndësishmja, ajo kishte gjetur një familje në Williams Enterprises. Kolegët e saj nuk ishin vetëm bashkëpunëtor, ishin miq të vërtet. Ata festonin ditëlindjet e njëri tjetrit, mbështesnin njëri tjetrin përmes kohëve të vështira dhe festonin sukseset e njëri tjetrit. Dhe John Williams nuk ishte vetëm shef i saj. Ai ishte bërë si një figurë babai, një mentor, një mik i ngushtë. Ata hanin drekë së bashku të paktën një herë në muaj dhe ai gjithmonë pyeste për studimet e saj, për jetën e saj, për ëndrat e saj. Në dimrin e 6 vit pas asaj dite jashtë furrës, Sofia po punonte vonë një mbrëmje në klinikën kryesore. Ishte ora 8 dhe shumica e stafit kishin shkuar në shtëpi, por ajo po përfundonte disa dokumenta që duheshin të plotësoheshin. Dera e zyrës së saj u trokit lehtë. Po, thiri ajo. Dera u hap dhe një grua e re hyri brenda, rreth 20 vjeç, me flokë të zinj të gjatë dhe sy që dukeshin të njohur. Ajo mbante një dosje në dorë dhe duke e nervozuar. Më falni që po ju shqetësoj kaq vonë, tha gruaja. Emri im është Isabela Martinez. Punëtorja e recepcionit më tha që ju ende jeni këtu dhe e di që kjo është e çuditshme, por kam parë dokumentarin, kam parë historinë tuaj dhe doja të takohesha me ju. Sofia u ngrit dhe i buzëqeshi gruas. Sigurisht, eja ulu. Si mund të ndihmoj?
Izabela u ul në karrigen përballë tavolinës së Sofias, duke e mbajtur dosjen fort në prehën. Unë nuk e di nga të filloj, tha ajo. Historia juaj më ka prekur shumë sepse jam në një situatë të ngjashme. Kam ardhur në këtë vend 2 vjet më parë nga Kolumbia. Punoj 2 punë dhe po përpiqem të shkollohem. Dua të bëhem mjeke, por nuk e di nëse është e mundur. Ndonjëherë ndihem kaq e lodhur, kaq e dëshpëruar. Zëri i saj u thye dhe ajo e fshiu shpejt syt. Sofia i afroje dhe e mbajti dorën e saj. E kuptoj, tha ajo me butësi. E kuptoj më mirë se ç'mund të imagjinosh. Por le të them diçka. Nëse unë e kam bërë, edhe ti mund ta bësh. Dhe nuk duhet ta bësh vetëm. Ato folën për më shumë se 1 orë. Izabela i tregoi për udhëtimin e saj, për sfidat që kishte përballur, për ëndrat e saj. Sofia e dëgjoi me vëmendje të plot. Ofronte këshilla, ndante përvojën e saj, duke i dhënë informacion për programe që mund ta ndihmonin. Në fond, fondacioni ynë ka një program burse për studentë si ti, dhe Williams Enterprises po kërkon për punonjës. Le të flasim me Sarah në burimet njerëzore. Jam e sigurt që ajo mund të gjejë diçka për ty, që do të paguajë më mirë dhe do të të japi më shumë kohë për studime. Isabela e shikoi me një shprehje mosbesimi. Do të bënit këtë për mua, por nuk më njihni fare. Dikush e bëri për mua, tha Sofia thjesht. Tani është radha ime për ta bërë për ty. Në muajt që pasuan, Sofia u bë mentore e Isabelës. Ajo e ndihmoi atë të gjente një punë më të mirë në Williams Enterprises, e lidhte me programin e bursave dhe ishte atje për të ofruar mbështetje dhe inkurajim kur gjërat bëheshin të vështira. Por Isabela nuk ishte e vetmja. Historia e Sofias kishte frymzuar dhjetra, pastaj qindra e pastaj mijëra njerëz që ishin në situata të ngjashme. Dhe Sofia u përpoq të ndihmonte sa më shumë që mundej, duke folur në ngjarje, duke ofruar mentorimin, duke përdorur platformën e saj për të ngritur vetdijen për sfidat që emigrantët dhe njerëzit e varfër përballonin. Një ditë, John e thirri në zyrën e tij. Kur Sofia arriti, ajo gjeti jo vetëm Johnin, por edhe Sara, Markusin dhe disa anëtar të tjerë të lartë të kompanisë. Sofia ul, tha John me një buzëqeshje misterioze. Kemi diçka për të diskutuar me ty. Sofia ul, duke ndjerë nervozizëm. A kishte bërë diçka gabim? Siç e di, filloi John, Williams Enterprises ka pasur një vit të jashtëzakonshëm. Fitimi ynë është rritur me 30%, kemi zgjeruar në 3 shtete të reja dhe moralja e punonjësve është në nivelin më të lartë që ka qenë ndonjëherë. Një pjesë e madhe e këtij suksesi është për shkak të kulturës që kemi krijuar, një kulturë kujdesi, respekti dhe përgjegjësie sociale. Ai ndaloi dhe shikoi drejt Sofies. Dhe ti, Sofia, ke qenë një pjesë thelbësore e kësaj kulture, vazhdoi ai. Jo vetëm përmes punës tënde të shkëlqyer me klinikën dhe fondacionin, por përmes shembullit që ke vendosur. Çdo ditë ti na kujton se çfarë është vërtet e rëndësishme. Jo fitimi, por njerëzit. Jo suksesi, por shërbimi. Të gjithë në dhomë filluan të duartroksin. Prandaj, tha John, bordi i drejtorëve ka vendosur të krijojë një pozicion të ri, drejtore e përgjegjësisë sociale dhe mirëqenies së punonjësve. Dhe ne të ofrojmë ty këtë pozicion. Sofia nuk mund të fliste. Ajo shikoi nga një fytyrë në tjetrën, duke parë buzëqeshje dhe shenja miratimi kudo. Kjo do të thotë që ti do të mbikëqyresh jo vetëm klinikën dhe fondacionin, por të gjitha iniciativat tona sociale, shpjegoi Sara. Do të punosh drejt për drejti me bordin, do të kesh një buxhet të madh dhe do të kesh autoritetin për të nisur programet e reja që ti mendon se janë të nevojshme. Dhe pagesa, shtoi John me një buzëqeshje, do të reflektojë rëndësinë e rolit. Sofia më në fund gjeti zërin e saj. Nuk e di çfarë të them, tha ajo. Kjo është jashtëzakonshme, por a jam vërtet e kualifikuar? Kam vetëm 6 vjet përvojë profesionale. Sofia, e ndërpreu Markus. Në ato 6 vjet ke arritur më shumë se shumica e njerëzve në një jetë. Ke ndërtuar një klinik që shërben mijëra njerëz, ke krijuar programe që kanë ndryshuar jetë, ke frymzuar një lëvizje kombëtare mirësie dhe shërbimi. Nëse nuk je kualifikuar, atëherë askush nuk është. Sofia ndjeu lot që po i vini në sy. Ajo mendoi për atë vajzën e re që kishte qenë 6 vjet më parë,
e friksuar, e vetmuar, pa shpresë, dhe shikoi ku ishte tani. E pranoi, tha ajo, zëri i saj i qëndrueshëm dhe i sigurt, dhe premtoi që do të përdor këtë pozicion për të bërë ndryshim sa më të madh që mund, për çdo person që ndihet i padukshëm, për çdo person që po lufton, për çdo person që ka nevojë për një mundësi. Aplauzi që pasoi ishte i zhurmshëm dhe i gjatë. Dhe ndërsa Sofia qëndronte atje, e rrethuar nga njerëz që kishin besuar tek ajo, që e kishin mbështetur, që kishin qenë pjesë e udhëtimit të saj, ajo ndjeu një mirënjohje që nuk mund ta shprehte me fjalë. 10 vjet kishin kaluar që nga ai mëngjes i ftohët jashtë furrës. 10 vjet që kishin sjell transformime që Sofia nuk do t'i kishte imagjinuar kurrë në ëndrat e saj më të egra. Fondacioni Rodriguez Williams, i quajtur kështu në nder të rozës dhe trashëgimisë së saj, tani operonte 50 klinika në të gjithë vendin, duke ofruar kujdes shëndetësor falas për 10 mijëra njerëz çdo vit. Programi i tyre i bursami kishte ndihmuar mbi 500 studentë emigrant të shkolloheshin në fusha të ndryshme. Williams Enterprises ishte bërë një nga kompanitë më të admiruara në Amerikë, jo vetëm për suksesin e saj financiar, por për angazhimin e saj ndaj përgjegjësisë sociale. Kompanitë të tjera po përpiqeshin të imitonin modelin e tyre, duke krijuar programe të ngjashme për punonjësit e tyre. Sofia, tani në të 30-tat e saj të hershme, ishte bërë një zë i njohur kombëtar për çështjet e emigracionit, varfërisë dhe aksesit në kujdes shëndetësor. Ajo fliste rregullisht në konferenca, shkronte artikuj dhe këshillonte politikanë dhe organizata mbi si të krijojnë sisteme më të drejta dhe më njerëzore. Por përkundër gjithë suksesit dhe njohjes, Sofia nuk ishte ndryshuar në thelb. Ajo ende jetonte në shtëpinë e saj të vogël, edhe pse tani e kishte renovuar dhe e kishte bërë më të bukur. Ajo ende vizitonte klinikën çdo javë për të takuar pacientët dhe për t'u siguruar që shërbimet ishin në nivel të lartë. Dhe ajo ende kujdesej thellësisht për çdo person që kalonte përmes dyrëve të tyre.